Miq të Pisk System dhe miq të kanalit Pisk, ju përshëndes, uroj që t'jeni mirë dhe ditë më të mira ardhshim për gjithë shqiptarët dhe për gjithë humanët në këtë botë, se kjo nuk është vetëm një çështje, kjo siç ka diskutojmë këtu bashkë me Aleksin, nuk është një çështje që ne flasim vetëm për shqiptarët, por flasim për mbar njerëzit, ose për njeriu vetvete. Po e marrim guximin ta themi këtë, jo se do të donim ta quanim veten që ne po japim një zgjidhje të madhe, por paktën jemi dy njerëz, por akoma më shumë duke bashkuar gjithë ata që na ndjekin, na mbështesin, që komentojnë dhe bien dakord me atë se çka flasim ne, ose kryesisht Aleksi. Kjo tregon që njerëzit kanë nevojë që t'jenë me njëri tjetrin, siç kanë qenë dikur. Probleme ka pasur historikisht, që në epokat e vjetra të lashta, njerëzimi është përballë me sprova nga më ndryshme, por me shumë implikacione ose viruse ose këto risit e reja, teknologjia, interneti e tjerë që janë të botës së errët, patjetër që edhe ne na shërbejnë në shumë gjëra të tjera që kanë përmirësuar deri ku jetën tonë, por kjo ka qenë ajo siç ka është ai fast foodi ose ajo gjëja që na jepet ne si fasad, si gjë që është dobishme. Por ka mbrapa një vagon shumë të madh që na bën dëm. Dhe ne në këtë e kemi orientuar gjithë ato episodet, gjithë bashkëbisedimet që shtrojmë me Aleksin këtu. Dhe sot do të flasim kryesisht për sa i përket epokës digjitale, digitalizimit të gjithë njerëzimit në mbar botën, nëpërmjet politikës dhe gjithë ata që janë në krye të shteteve të ndryshme. Kryesisht ne jemi të orientuar të flasim për atë se çka po ndodh dhe ka prezantuar her pas here kryeministri jon Edi Rama, që ja kanë sjellë si format gati të gjithën për ta realizuar dhe në Shqipëri, dhe ai tashmë ka bërë dhe publike edhe për gjithë shqiptarët në format e tij që sjell shumë bukur, që do na shërbej për këtë, për atë, për të na bërë jetën më të bukur dhe më të lehtë. Por Aleksi na thotë se kjo gjëja ka shumë gjëra të frikshme, madje ka marrë guximin her pas here në shumë bashkëbisedime, në shumë podcaste, episode që kemi bërë, dhe zgjedh midis tyre dy fronteve që janë hapur, pra lufta e digitalizimit dhe lufta përthamore, ose kjo me armë, ose me raketa, me bomba të mëdha, ose çka po ndodh nëpërmjet Izraelit dhe Palestinës, që deri ku u arrit, ose që është siç po transmetohet edhe nëpër media, që u bën një armë pushim, le të themi. Armë pushim ose u mbyll domethënë ajo lufta, epoka e luftës. Pas 3000 vitesh Trumpi arritë ta bëj unë e bëra këtë gjë. Aleksi ka zgjedhur që të ndodhi më mirë kjo lufta sesa kjo implementimi i digitalizimit të gjithë njerëzimit. I diktaturës digitale. Komunizmit modern. Tani e gjithë fjala është për ty, Aleks. Normalisht ne do ta ndërtojmë në bashkëbisedim gjithë këtë, siç e kemi bërë gjithmonë. Më the që kjo gjë po merr ritme të tjera dhe brenda këtij viti do të kalojë një hap që finalizohet dhe kalon direkt në shumë gjëra të tjera, siç është ajo e kartës digjitale. Po, tani, ai e tha nga fillimi i vitit të ardhshëm. Pra në 2026, në fillim të vitit 2026. Po. Brenda pak muajsh doli domethënë me deklarat edhe bëri këtë thirrje, na lajmëroi, na informoi që do kemi këtë futje në vendin tonë. Do jetë për lehtësim, shpejtësi, siguri, se vinë me këto karamelet. Siç e thaj aty që i bëjnë këtë reklamën e bukur, e veshin me vitrina. Por s'bëhet fjalë që të thonë ndonjëherë që çfarë shë nga mbrapa kjo. Ky djathi mbi çark. Se për atë bëhet fjalë. Se nuk është ajo që do na zgjidhin neve, do na lehtësoj, do na bëj. Do duket në sipërfaqe se ku do na lehtësoj, por në sfond ka kleçka pafund. Qëllimi final kryesor i kësaj përpjekje për të kaluar kjo bota digjitale është që të na heqin lirinë, na kenë kontroll në vath, në rreshtore. Ti mos reagosh, mos të mendosh, mos do dëgjosh, vetëm çfarë thon ata do bësh, ti je ushtar i bindur. Po reagove, nuk e kam për hiç gjë, të shtypi një buton aty të ta zgjesojnë,
edhe të lënë të desësh nga uria, siç po ndodh, Kina e ka këtë gjë që pse Kina është modeli që duhet të kalojë në gjithë botën. Janë me mira kinezë që po flenë në rrugëve, tani që po flasim aktualisht, vetëm se kundërshtuan këtë që ka kaluar atje fuqishëm. Njerëz që kanë qenë dikush, që kanë pas pushtet ekonomik, pushtet le të themi profesional, kanë qenë dikush në Kinë. Ishin çuna të mirë, të bindur brenda sistemit, por në një moment patën ato reagimet e tyre dhe me ato reagime fillon të binin ato pikët e kreditit social, derisa ran 9-0. Pse kalon ti 9-0, aty pastaj do kalosh në qendër. Mirë. Pyetja është që ndoshta mund ta bëj dikush që na ndjek ose një shqiptar i thjeshtë që mund të jetë në një jetë shumë mirë, komode, që i përgjigjet rroga e tij, puna e tij, jeta e tij, është vaj, çdo gjë. Dhe kur ti thua këtë gjë që përfundimi atyre kinezëve atje që kanë kundërshtuar këto politikat që janë ndërkombëtare, globale, ka përfunduar mes 4 rrugëve. Pse do ta ta kundërshtoj, pse do ta bëjë një shqiptar, pse do ta bëjë një anglez, pse do ta bëjë një italian, pse do ta bëjë një francez, pse do ta bëjë një grek, siç e kanë bërë grekët që vazhdojnë me protesta. Atyre i fillon të muajin e ardhshëm në nëntor e kanë ato rrallën për të matur me këtë gjë. Ata që po kalon Anglia tani, ata e kanë në nëntor. E kishin para disa muajsh, po pati një shtytje, sepse nuk pati pati reagim nga njerëzit, edhe bëri një shtytje, nuk hongërën bllofën. Tani ajo e keqja është sepse do reagoj dikush në një moment apo se nuk jetojmë botë perfekte. Po thot dikush, pse do ta bëjnë të zgjedhje që ku e di përfundimin që do të rrim mes 4 rrugëve. Më mirë po e pranoj. Mirë, është zgjedhja e tij pastaj. Po ta di që nuk do jetë më ai që do komandoj jetën e tij. Do e komandoj tjetër kush, edhe ti nga momenti që do e kundërshtosh këtë komand që ata do na ushtrojnë neve, automatikisht do ngordhësh i qen. Do kërkosh në përkosha, do lypësh. Edhe çështje kohe pastaj që pososh në një vdekje kështu natyrshme, se do kesh ku do ash, ku do pish. Mirë, çfarë synojnë këta që po e çojnë botën drejt digitalizimit, pra me to risit derisa të kalojnë aty ke i chipi domethënë. Skllavërinë synojnë asgjë gjë tjetër. Çfarë duhet të kalojnë domethënë? Çfarë duhet ta kenë më të lehtë pushtetin e tyre për të marrë vendime? Po. Nuk duan që ti dhe unë dhe ai tjetri të mendojnë. Do mendojmë ne për ty. Ti hiqe, harroj atë pjesë. Nuk do të ish i lirë, ta përdorosh të lirinë tënde ashtu që gjykon. Do gjykojmë ne për ty. Ajo është, të vendosin në rresht. Ushtar, ti je ushtar i bindur. Çfarë të keqe ka kjo? Po ka të keqe sepse ti nuk vepron më nga vetja jote. Nuk mund të jesh tip që ndërton, që imagjinon, do të ndërtosh jetën tënde sipas mënyrës tënde. Jo do të thënë atë, çaj sipas mënyrës tënde. Do kalosh në vath atje dhe do bësh atë që do themi ne. Po nuk ta thon kështu troç, po vin me këto mënyrat kështu për lehtësim, për të mirën tuaj. Po ta thon këtë të mirën tuaj e ke e qartë, është e kundërta e saj, siç ndodhi edhe me që do të kalojmë pak më vonë tek ajo që vendosi Trumpi nëpërmjet këtij takimit me ata në Izrael me Netanyahu e tjerë për armëpushimin. Po, edhe ndodhi kundërta. Ndodhi kundërta direkt pas 2 ditësh, filloi Izraeli prapë. Filloi, aty ka vazhduar, po thjesht me dorëzimin e pengjeve që bëri Hamasi, domethënë. Po, gjoj, aty i dhanë çmim Nobel atit për paqe kështu. Ja dhanë çmimin. Po, direkt u bër. E shfrytzuan. Ata ishte një show i ndërtuar, i mirë ndërtuar atje dhe e çon deri në fund. Që ky është paqësori. Iran tani këta Hamasit, po neve vendosëm paqe më burr tani. Pse i bini? Pse tregon atë çunat kinju? Duhet ishit çunat mirë. Sepse ne vendosëm paqe, kështu që keni fajin ju dhe atëherë i takon ka të drejtë Izraelit ju bi prap. Po vjen si ndërtojnë skenat. Ka reaguar Trumpi për këtë jo? Për këtë që ndodhi prap që i rinisën prap. Po këto tha ai. Tani ju pse bët ne vendosëm paqe, pse tregon atë çunat kinju? Edhe i jepet ajo përshtypja publikut pastaj që shikoj ky rregulloi gjonat. Po këta u treguan çamarok ta këtu. Kështu që këta kanë fajin, kështu që Izraeli mund t'i bi se tani ata nuk u bindën, ishin kështu, dolën nga ajo që ne vendosëm. Po meqense jemi këtu si të shkëputa nga ajo, po do rikthehen prap. Trumpi më ka bërë përshtypje për një kompliment shumë bukur për Erdoganin, nuk e di a e ke kaluar, e ke ndjek, e ke pa. Po aty e myti, e veli me lëvdata. Pse ndodhi kjo? Pse ndodhi? Se unë gjithmonë jam fiksuar me atë që ke thënë ti që do të marrin gjithmonë të kundërtën. Gjithmonë. Edhe e lidh me atë që ke thënë ti që jemi në ditët ose në javët dhe në muajt
që në Turqi mund të ndodhë diçka sipas atyre që ke thënë ti, domethënë para disa muajsh. Pra, a ka lidhje kjo gjë komplimentet e tij që ne do të marrim të kundërtën e komplimenteve dhe që Erdoani mund të pësojë diçka këto kohë? Patjetër, ajo është e sigurt. Pra, për çfarë bëre te komplimente? Çfarë do të ti thonte? Po që ti japi atë përshtypjen që qetësohu, shiko, mos na shiko me atë sy armiqësor, ne to duam, shiko, po të afrohemi, po të themi fjalë shumë shoqërore, të mira, të bukura, ti ndiu komod. Mos na vë në dyshim, nuk të pret asnjë e keqe nga ne. Ne jemi me ty, ti je me ne. Uli çik ato mburojt atje, kalo në atë rutinën tënde. Ta vjen për gjumje domethënë, pi vetë valiumin, një pirje aty. Edhe pastaj aty pa pritur ai ku ka ul ato mburojt e vet atje, ato siguri që merr ato masat, e ti vjen ai pa pritur atje. Edhe madje tani nga fundi se ç'a mora vesh një informacion që ka paska vënë shënjestër vetë Mossadi. Nga ata do i vije keq atit. Erdoganit. Po. Inteligjenca sekrete e Izraelit. Ata kanë për ta heq. Normalisht po. Tani që do bjerë, diskutohet. Po nuk po dim se si do i vi dhe nga do i vi. Ja tani mora vesh e paska nga ata. Në shënjestër. Po ku e ke parë si është, ka pas ndonjë reagim nga Mossadi, ka pas ata s'dalin me deklarata kështu publike ti thon vetë që shikoj se ne do i bim aty. Janë këto gjonat që merren vesh kështu, do të dish ku kërkosh. Po. Edhe aty e morën vesh këtë që ata e pas kanë etiketuar për t'ia bërë gjëmën. Po që do bjerë në një moment, atë se diskutoj fare, po çështja është koha, atë nuk mund ta themi me siguri. Kështu që prapë që ti qëndron asaj që do të bjerë në këtë formë që do ta vrasin. Po. Nuk ka formë tjetër, nuk ka që të tërhiqet ai Erdoani domethënë ose që të bie dakord me këta, të bëj një me gjasme sikur ra nga pushteti dhe erdhi dikush i këtyre. Që të vita bëjnë duke shumë natyrshëm, do e heqin fare atë, po pastaj e fortë ai se kur ta vrasin. Do ta eliminojnë fare, jo vetëm politikisht, por edhe fizikisht. Po do i heqin jetën fare. Edhe fortë ai se kur ta bëjnë këtë gjë, do shkaktojnë disa trazira brenda në politikën e vendit turk atje, e do i ndërtojnë në një farë mënyrë skemat se që do fillojnë të akuzohen brenda vetë ata që shiko, e bëri ky armiku i tij politik sepse kishte ato interesat të veta, jo po e bëri djali i tij, jo po e bëri kunati sepse se deri në atë pikë për të futur edhe deri diku, jo vetëm politikën e brendshme, por edhe brenda familjes. Po tan me njëri tjetrin. Edhe në familje. Është fiks identik si të shohim në këto filmat këto seriale turke që bëhet ajo lufta për pushtet. Po. Do luhet një Game of Thrones aty, kështu do ndërtohet ajo. Domethënë që problemi dhe e keqja erdhi nga brenda. Aq brenda janë fund. Çakalauzi pas kanë gjetur. Domethënë edhe do vërtetet e gjithë çështja pastaj këto lajmet, mediat mbi këtë që ishte brenda për brenda. Asnjëherë shkaku real. Kanë menduar edhe këtë. Sa të përgatitur, sa inteligjente për të e keqja gjithmonë. Po, i ndërtojnë ato skenaret aq perfekte, ato ndërtojnë filma më burr. Filma që ti shohim neve nga televizori. Po, ashtu, shikon, ja bën nga mrena sepse donin pushtetin për veten e tyre. Që di sa më e besueshme, sa më e thjesht. Po, ashtu ishte. Jam atë e pa gjithë dinjaja, ja ku e keni ç'a thoni, jo e vrau, ky e vrau, ja ku e pa, e vrau vet, çuni vet, domethënë, ku diun, vrau vet kundërshtari vet politike etj. Këto po, fiks. Ajo përshtypje do kaloj pastaj atje. Prandaj edhe Trumpi ndoshta po flasim gjithmonë, ju shiheni në formën tuaj, vetëm sugjerimi jonë është që kaloj një herë në vesh, mendoj një herë, dëgjoj një herë këtë se çka po themi. Pra, gjithmonë nga ato se çka dëgjoni në masë, kryesisht në masë, se mund të ketë të tjerë që flasin si ne, ato dëgjojnë. Por ato se çka dëgjoni në masë është po njëta kaset, është për ndar kudo, por lexoni gjithmonë të kundërtën e asaj. Ky është rregulli i artë. Është rregulli i artë, ta keni vath në vesh. Prandaj edhe ajo më bëri përshtypje, ajo e Trumpit, deklarata e Trumpit ishte kështu, poezi në vetë ishte për sa i përket Erdogan. Nuk e marr mend tekstualisht, po kam ngel kështu shokova, thash edhe më kujtuan gjithë ato gjëra çka kemi fol. Më erdhën gjithë kështu shpejt gjithë, domethënë para syve, çdo gjë që kemi fol domethënë në këto episodet. E thash ja ku është. Kjo është filmi i parë, filmi i parë që e shef për 30 sekonda, Ajsa Zjate ajo
deklarata e Trumpit për Erdogan. Ngritin qell ai ato, e bëni furçe më kështu legjendare. Që Trumpi nuk mbajt për me bë kështu, e lozhe të tilla, po i thanë buri thanë, të gjitha kukullat që shohin në televizor nuk vepron askush me atë kokën e vet. Se ne themi tani doli ai mbajti këtë deklaratë, tha këto gjëra, po nuk i tha ai më burr. Ajo vlen për të gjithë çaj quhen presidenta, kryeministra, vlen për të gjithë. Nuk dalin aty kur marrin atë letrën që e lexojnë atje, ka dhe nga ata që memorizojnë, që kanë atë aftësinë e fjalës. Si e Dirama për shembull që ka atë aftësi, ka të talenta. Edhe del aty dhe thot tani që futja e kësaj të digitalizimit që do vi vitin tjetër në Shqipëri është një bekim i kohës tonë. Po shikoj tani se edhe fjalët kanë bëjnë shumë, se nuk zgjidhen më kot ato fjalët. Ai përdori një term fetar, bekim. E kundërta e kësaj tani çfarë është? Kush është e kundërta e bekimit? Mallkim. Kjo është mallkim që do futet këtu. Do na lidhi kokë kom. Ti do jesh i izoluar, i kapur, i futur, i zhytur, edhe s'ke për ta luajtur më. Po arriti të realizohet kjo gjë. Do na silli fatkeqësi të papara. Edhe pastaj ti shoku hidhur përpjet, bë çfarë dush, ta bësh dhëmin kaq ta bësh, nuk ka më kthim. Po u arrit që njerëzit ta aplikojnë dhe ta marrin atë gjë dhe të binden me këtë gjën e re, qoftë edhe me këtë që do të bëhet tani në fillim të vitit 2026, edhe kjo nëse ne fullemi bëhemi pjesë e kësaj, çfarë quhet ajo? Karta digjitale? Po. Si është? Është si kartë identiteti, është për çfarë përfshihet tek ajo? Çfarë ka brenda? Çfarë pakete është? Si po, atë formë ka një pagës plastike është ajo do i përfshi të gjitha veprimet, gjithë jetën tënde, gjithë informacionet e tua do jenë në një. Ka i shpejtë tani brenda, do tani në 2026 për 2 muaj do të ndodhi kjo? Po, e kemi thënë atë punë që i kanë dhënë gaz tani apo. Kanë marrë urdhër nga ata gjarë prind që janë atje lart maj fare dhe thonë tani kaloheni. Vetëm Kina e ka këtë, as Amerika as i vend tjetër në botë nuk e ka këtë pllakën digjitale? E kanë edhe filipinezët e kanë anej që kanë probleme. Prandaj edhe filipinezët vinë punojnë në Shqipëri. Po, jes nxjihet atyre atje. Ata duan dalën skllavëria atyre dhe në këtë vend imagjino habitemi ne me filipinasi që vinë punojnë në Shqipëri. Shqipëria rroga mesatare, li e çaflitet për ekrane. Këtu në vendin tonë akoma gëzojmë akoma disa liri këtu në vendin tonë. Jemi vend vërtet i bekuar, po jo në këtë formën që e thotë. Si e thotë? Ai duhet na fut atë prangat e padukshme. Çfarë përfshin kjo karta? Aty përfshin gjithë jetën tënde, gjithë veprimtarinë tënde. Ka aty me atë do marrësh pensionin, me atë do regjistrohesh në shkollë, me atë do njihesh ti për të ngatur makinën. Ai pas ka bën një blokadë, pra ai që nuk e ka atë, i bie që nuk ekziston në Shqipëri. Aty do kesh llogarinë bankare, aty do kesh numrin e librezës shëndetësore. Alex, po ç'është ashtu tani? Si mund të japim zgjidhje kësaj situate? Nëse një shqiptar po na dëgjon, edhe thot, "Ok, pajtohem me këtë se çka po thot Aleksi, më bindi. Bravo qoftë që e tha dhe faleminderit shumë që po na e thot të gjë. Nuk po them atë fjalën që them gjithmonë që po na zgjon domethënë. Por ç'a duhet bëj domethënë një shqiptar? Nëse nuk e merr atë ai nuk shkon në shkollë, nuk shkon në spital. Nuk jeton, nuk han. Fund. Aty je i përjashtuar nga sistemi. Po ç'a do të bëjmë? Sistemi i bukur që ka ndërtuar, kjo ka fazë i madh. Ç'a do të bëjmë po se morën ti nuk je më, je inekzistent apo? Je inekzistent, je një që frymon, ai sa do kesh hapësirën ose destinacionin për të frymuar që është shumë i shkurtër, është i parashikueshëm. E kemi shembullin e gjallë që po zhvillohet aktualisht tani që po jemi duke folur. Aty në Angli kanë arritur firmat e kanë kaluar me peticione. 4.5 milion ka vajtur. E megjithatë shiko. Në një kohë shkurtër, po. Po shumë shpejt ndodhi. Ato kanë një nen aty në parlamentin e tyre që thotë që nëse mblidhen 100.000 firma për një çështje, ajo bie dhe kalon direkt në negocim aty në parlament që rishikohet si çështje. Tani janë mbledhur 4.5 milion firma edhe nuk po i plas fare asnjënit. Aq të vendosur janë. Nga kujt nuk po i plas? Nga vetë qeveria atyre. Se ky kryeministri derisa të mbaroj kjo koha e pushtetit ton duhet të ketë përfunduar kjo si çështje. Që do të thotë deri në fund vitit. Atëherë mbaron afati aty. Mandati. Brenda mandatit ton duhet të ketë përfunduar kjo punë tha. Tani janë mbledhur ata po bëjnë namin e zi atje, çuditërisht ato media tona kryesore sidomos nuk po i nxjerrin fare, se nuk i intereson. Nuk flitet fare, po. Se nuk duhet ti tregoj njerëzve që shiko pozicionin ata atje, se do fillojnë të marrin në shembull. Përgjigjja e asaj që pyete është kjo.
Po jo kështu protesta leshi 100 veta, 200 veta, 300 veta. Ajo duhet bëhet masive fare, po ajo s'ka ndodhur kurrë në vendin tonë të paktën. Kush? Që të bëhet një protestë masive e madhe siç po ndodh në Angli, se besoj të ndodhi ajo gjë, se nuk mund të bëjmë atë lloj koordinimi siç e kanë ata atje. Se ata janë zgjuar të burr. Ato e dinë se çfarë do të thotë skllavëri, çfarë do të thotë teknologji, se janë tentuar disa herë atje dhe kanë refuzuar. Po kësa radhë e kanë vendosur shumë. Janë shumë të vendosur që të kalojë me patjetër kjo. Prandaj edhe populli që e di këtë gjë, edhe ne me patjetër do i qëndrojmë përballë, që kjo s'ka për të kaluar. Janë si po i qëndrojnë përpara, kanë dhënë gjoksin përpara aty, edhe tanë që të le të vinë atë janë të vendosur. E besojnë. Kjo është besimi. Ata e besojnë, e përjetojnë, e kanë rënjët atë. E dinë se çfarë pret nesër. Po, janë shumë të informuar te kjo pjesë. Neve na kanë lënë nga si ignorant këtu që mos dim çfarë po ndodh, ku pse jetojmë, thjesht na kanë shtuar vazhdimisht ato pafundësi problemesh në mënyrë që asnjëherë mos mendosh të ngresh krye. Harxhoje kohën tonë duke zgjidhur ato probleme që neve ja ushtojmë dita ditës, se ata rinë aty dhe sajojnë probleme, si t'ia ngarkojmë atë samarin njerëzve, që të dridhen komët. Mos ecësh drejt me kokën përpara, kokën lart. Janë kujdesur me shumë zel për këtë pjesë, edhe kështu që mos prit ndodhe ai reagim. Ajo që mund të bëjmë neve këtu, është që secili nga ana e vet, ti, unë, ai atje, mos të shkoj të aplikoj. Mos shkoj do të thënë që ti bindet kësaj gjëje, këtij procesi. Mos ta marri ky, mos ta marri, edhe ka për të rrezuar vetë ajo pastaj, se ti nuk morë pjesë. Dhe neve ja japim fuqinë popullit. Nëse bëhet mas, se nëse nuk u bën nga përqindje shumë e vogël, ai thotë ngord aty thotë ai. Se ti po s'morë atë kartën nuk shkon dot në spital. Nuk shkon dot fëmijët nuk i çon dot në shkollë. Po, ky është terrori. Ky është terrori. Këto shkaktojnë frikë. E kemi thënë, ato vazhdimisht luajnë me frikën e njerëzve. Si kohën e Covidit. Pra ai është, ka thonë Alex, ai ishte eksperimenti që tu kaloi testi. Me Covidin ka kaluar testi i frikës dhe panikut dhe paranojave që i krijuan njerëzve në kokat e tyre, në konsciencën dhe subkonsciencën e tyre. Dhe gjithë sot për çdo gjë që ato vendosin, rasti më i fundit siç ishte ky për një gjë shumë banale, por shumë e rëndësishme për shumë shqiptar, duke nisur nga unë, në përdorimin e monopadëve ose motoreve elektrik. Një mjet që tu në Tiranë me trafikun e shkaktuar dhe stresin që i ngarkohet çdo shqiptar që i është nxirr jeta me këtë trafik, që prap është një instrument që e ka ndërtuar po vetë këta, vetëm për të na vështirësuar jetën, që mos merrem me gjëra të tjera të rëndësishme, të tjera, mos jemi kërkues për përmirësimin e jetës tonë. S'doj asnjë, s'flet asnjë, duke nisur që unë i pare. Kam sa u bëj. Një javë, 10 ditë që kur kam vendosur, s'kam guxuar ta marr motorin por me lëvizje. Jam edhe unë pjesë e këtij komuniteti. Mendova se përdor dhe tjetër, ta bëj si të Baltini thash. Po lëviz dot. Ajo edhe nuk ka as ligj. Është vjedhje, ato e kanë marr, vinë marrin motorin, monopadin ose këto që njerëzit me kursimet e tyre i kanë për të me 800.000 lekë ata aty, zhduket ajo për ai vjeta merr më. Po. Ai quhet vjedhje, pra nuk ka një ligj, nuk ka një shkelje. Ai i kanë mbledh tani, po do t'i mbajnë një muaj ne sa të ndërtojmë ne atë ligjin. Sa të, po, do të thëmë pa e ndërtuar, pa e kompletuar ato si ligj. Po i gjë vogël, prandaj her pas here ky fut gjëra të tjera. Po pra bën prova teknike, bëni me Covidin, e pa që gjithë popullata në mbar globin u bindën, u rreshtuan, u friksuan, u terrorizuan. Ky burgu do bëhet tani në formë tjetër. Nesër thotë ai, jo po kështu se mor kartë. Mirë. Ato me që se përmendëm një parantezë vogël, monopatinat i ndaluan vetëm për patinat, çfarë monopatinat? Patinat i ndaluan vetëm për arsye se s'përdorin naftë kur. Nuk i ecin atyre bobave nafta që fusin këtu mena me ishit. Për asnjë arsye tjetër nuk ishte. Nuk ishte kjo. Jo po thoj se jo po fëmijët e pandë, po ka për fëmijën. Ku i plas për fëmijët dhe për aksidentet atyre burr? Si i plas për jetën tonë atyre. Prapë kthehemi te Covidi atje. Sa njerëz u masakruan, u sakatun dhe u krijuan probleme serioze shëndetësore që si kishin fare, edhe sa të tjerë vdiqën dhe akoma janë duke vdek. Po nuk përqendrohet kamera atje. Saktë. E kuptoj, tani dalin me këto dhe na nxjerrin se bebe që për sigurimin tuaj, që për të shmangur aksidentet. Po mirë, pse kush ka bërë më shumë aksidente, patinat apo makinat edhe motorat? Pse nuk i ndalojnë ato? Se si plasi fare, humbet jetën, më garanci ka të shkoj më tymi drejt qitet nafta valla. Ai më intereson mua. Këto pan tani që po ka shumë frekuentim kjo pjesa, kjo zgjidhja që i dhan me patinat. Thot prit edhe se po na bie buxheti këtu, po na bie ajo shifra e shitjes. Po flisëm me policë para ca ditësh. I thosh, pse s'lejoni këto thash motorët elektrik, monopadet e tjerë.
Po ke patenti për atë? Patent. Pse boni ka qesharak, mos flisni, më mirë mos flisni. Më mirë thuj kështu ka dhënë urdhër i malli, ne jemi ushtar, punojmë për atë punën që keni. Sa shuna thënë? Kështu, Kjo është. Edhe këta tani vinë me këtë mjetin e ri digital tani për tani këtu ajo është zbukurimi për këto të tre fjalë do ju përdorin vazhdimisht, do fillojnë të reklamohet, do dalin nëpër emisione, do ftojnë analista, ti prisni këto sa ata ndërtojnë skenare. Flasin njerëz gjëra që sigurisht janë kompetent kështu për të zbukuruar atë karemin, atë djathtin mbi çark, do zbukurojnë. Është lehtësim, nuk do presim radha të gjata të mëdha. Është shpejtësi sepse bën direkte me kompjutra. Edhe kush ajo e treta, lehtësim, shpejtësi, edhe diçka tjetër ishte, edhe siguri, sepse ka parametra sigurie të larta. Nuk do ju hakojnë iranianët. Ke parsisht. Atë prallën na hakoi na të dhënat shtetërore e Iranit është. Irani ka 700 probleme mbi veten e vet, do vinë ata. Kupton ti sepse Irani është nga krahu tjetër i Iranit, nuk është me këta të rendit të ri vjetër botëror, është me rendin e ri tjetër botëror, është me BRICS-in. Kupton edhe këta palën kundërshtarë kundërshtojnë. Po këto thjesht armikun e tyre mundohen që t'ia bëjnë armik edhe pjesëve të tjera, vendeve të tjera që me kriju idenë asaj aleancës madhe, ja, ne jemi këtu, jemi me ju, ata janë ata armiq, ne jemi me ju për t'ju mbështet ju. Do na doni ne, se ne po ju duam ju, po sulmojmë atë që. E kuptoj si armiq. Vazhdimisht të orientojnë komplet gabim ashtu siç duan ata, por kanë thënë ata nuk duan që ne të mendojmë, do mendojnë ata për ne dhe përdorin shumë mjete. Fillojnë aty me ata papagallët që thrasin atje dhe fillon njerëzit i besojnë. Irani tani, ke parasysh? Në Europë janë hedhur 10 miliard euro për ta mbushur gjithë qiellin e Europës me drone. 10 miliard euro, është e frikshme fare si shifër. Duan të marrin aq masa të rrepta dhe të forta. Ku dëgjon valla? Edhe do skanojnë edhe meteorët që do kalojnë, do zolëvizë çdo të fare. Edhe në majt të bririt kaut në çifesh do të gjejnë burr, edhe aty aq me detajet më mëdha. Po çfarë duhet gjë kjo? Po çfarë është gjë kjo gjë? Ku ndaj kujt më valla, si këto po na bëjnë, domethënë me armiq të padukshëm. Tamam u ka përdorur edhe ai frazë, ai termi atë që armiku i padukshëm, domethënë. Po ne jemi bashkë këtu valla. Pra ne jemi bashkëveprojmë, jemi komunitet, jemi njerëz, domethënë. Po na vjen robotët, domethënë këto inteligjencat artificiale ku dijon që po i ndërtojnë, për të na mbrojtur ne me njëri tjetrin. Po për të na mbrojtur nga njëri tjetri, po fiks. Po e duan ato gjë. Ajo futet pas ai kuadri e përça dhe sundo. Nuk duan që të kemi lidhje të shëndosha me njëri tjetrin. Duan, e ke vënë për shembull të lajmet atje, vrau e preu për arsye banale, thosh. Këto i mshojnë shumë mediat. Në fundit, që ishte 2 veta vritën pse kishin fik Expressin, pse si bëri kafe do. Po, e dhatit. U tërbu. Edhe këto, kur ndodhin këto gjëra kështu, ato janë vërtet, këto janë dhe të vërteta. Po janë edhe ca gjëra që i fryjnë më shumë se ç'duhet. Qëllimi është që të terrorizojnë njerëzit prap frika. Po të kishte drone aty, do kishte pa drone atë dhe nuk do lejonte të ndodhte kjo gjë. Po, dhe ashtu do vim pastaj, shikoj nga që është shtuar shumë kriminaliteti dhe po del situata jashtë kontrollit. Për të mirën tuaj dhe për të parandaluar këto gjëra që ndodhin, që kanë dalë jashtë po pa frer fare, do marrim këto masa. Do qarkullojnë ato robotat sipër kokave tona atje, edhe ju do ndiheni të sigurt pastaj. Atëherë s'ka më krim. Edhe pastaj do shikosh që në lajme do fshihen gjitha këta, ra, shiko shifra e lartë deri dje e kriminalitetit ra. Shikoni ju tani që na sollën atë sigurinë që neve na mungonte deri dje. Reklam, PR, kështu. Po nis do për sa mirë, ja shiko tani do ndih. Domethënë do na ushqim me atë ndjesinë e sigurisë pastaj do e kthejmë pllakën. Edhe ne do e pranojmë me kollaj. Luajnë psikologjikisht me trurin e njeriut më burr. Ku të duan ata? I mësojnë vazhdimisht sa pjesa që e vrau, e preu, toka, i plom, 2 plom, ja mori vllajt për këtë arsye, si që njerëzit të shikojnë me dyshim njëri tjetrin. Ky ka për të ma fut mu sepse ngjan me atë rastin që pash atë ditë e lajmet, edhe këto kujdesen që të zjasë ai javë, 2 javë mundësi diçka, aty që të kaloj, të mbillet mirë në tru. Edhe të vazhdimisht me frikën, të jetosh në trystinë e frikës. Kjo është përçarje, këtë godet atë marrëdhënie në shëndosh të shoqërisë. Me duke të futur atë helmin që quhet dyshim.
Nëse dyshimin ta kemi tek ta, këta që ato na implementojmë ta kemi te njëri tjetri, në ushqim që ta kemi njëri tjetri. Që kujdese për gjithmonë për të mirën tonë, aty do dyshojmë se janë të komanduar. Duhet të e fusin atë dyshimin tek ai, te komshiu, te ai kushuriri, tek ai shoku. Kemi gjithmonë të ftohtë. Fillon njeriu pastaj nuk mendon më asnjëherë që çiko ta ndihmon atë që ka hall. Mendon vetëm për panicën e vet pastaj. Bëhet vetjak. Bëhet egoist, mbyllet, futet në guack. Këta duan të ftofin ato ndjenjat e bukura që karakterizojnë njeriu. Ti kthejnë nga e kundërta. Mendo vetëm për veten tate, e shumta deri te familja jote. Mos u merr me asnjë gjë tjetër. Edhe këtu pastaj neve kemi një shoqëri të raskapirtur, të lodhur, të krisur, të çar, të smur. Se po nuk patëm ne bashkëpunim me njëri tjetrin, nuk kemi për të arritur asgjë. Atë duan ato që mos kemi unitet në bashkim, me mirë besim ndaj njëri tjetrit, edhe na kanë më kolla, jemi më të ekspozuar. Edhe kështu ato punojnë. Tani do sjellin edhe këtë tjetrën, aty do përdorin atë prap frikën, se pa frikën këta nuk është mjeti më rezultativ që përdorin. Nuk do kesh të hash, pish, shërbesh, të marrësh pensionin, rrogën, të shkollosh, të ngasësh makinën, të udhëtosh, se udhëtimi është. Po nuk more këtë, kjo është karta magjike, kjo është bileta jote magjike. Pa këtë je i mbarum. Me vërtet, pse do privohem unë nga gjitha ajo mirëqenie që arrita me djerës dhe me mund, kupton ku do i ka për të vendosur njerëzit, me çfarë do i vendosin të përballen? Me gjitha ato që deri tani janë mësuar, që i kanë vërtet nevojshme. Ato do vinë dhe të t'i marrin ty ato. I dhanë deri tani, u mësove ti me ato, me atë ritmin, me ato mirëqenet e tuja, të vinë t'i marrin, edhe të thot, i do prap, po i dua, po duhet marrësh këtë. Po se more këtë, këto i harroj. Ushtron presionin. E to çfarë do bën tani, duke mos ditur se çfarë pasojash ka kjo. Ti do thosh, po mos ç'do do më gjetha, një kartësh aty. Edhe kjo do jetë edhe për internetin do jetë kjo. Po se pati këtë nuk ke akses në internet. Ka ato gjithë pikët e forta të njerëzve. Me çfarë janë lidh njerëz më fort, ai kanë futur aty. Po do dalin në ekran një QR ti atje, se fillimisht do jetë me telefonin ajo, pastaj do kaloj te karta. Do nxjerrësh ti pastaj QR-in aty që të koordinoj me ato që ke ti te telefoni, me IP-n tënde, edhe do kesh akses. Kudo me çfarë jemi mësuar ne, me çfarë jemi lidhur neve, do t'i heqin gjitha këto. Kjo është zgjidhja, thënë ata. Ta marrësh ti atje dhe ti nga momenti që do biesh dakord që ta marrë këtë gjë, ke bërë këtë veprim, ke zgjatur duart atje dhe të kanë kaluar prangat e padukshme. Se me reagimin më të vogël që do bësh, me një diçka që ty të zot pëlqej, me një koment gabuar që do shkojë kundër narrativës që këta mund ta nxjerrin her pas here, ti aty pastaj vjen një paralajmërim i vogël atje, një kërcënim kështu i lezetshëm me fjalë bukura. Edhe aty merr një kështu ti sinjal, edhe po e bën për së dyti, të zhduk fare. Do na vendosim para një trysnie frike vazhdimisht. Me këtë do përdorin prap. Si do vdesun pastaj, shikoj se s'kam për të folur ç'më duhet mu. Ata që tani edhe ato ç'më duhet mu. Po. E jo më kur vi aty pastaj që do e humbasësh gjithë atë pakon e asaj jetës që ti ke ndortuar. Kuptoj sa gjë e frikshme është kjo që po vjen. Shumë e vërtetë është të marrin lirinë dhe të komandojnë të gjithë, domethënë masivisht në gjithë botën piramida, forma e piramidës. Të jetë njëri, shpërndahet në mënyrë hierarkike dhe por jam shumë kurioz për gjithë ata që janë sot biznesmen fuqishëm për shembull, në Shqipëri, flasim për Shqipërinë, meqense jemi këtu, ose njerëz me pushtet, jo politik, por me pushtete ndryshme që kanë. Ata janë dakord me këtë gjë? Atyre si plas fare e pjesë. Çfarë si plas atyre? Pra kush mund të shpëtojë nga këta? Nëse bëjmë pjesë e kësaj gjë, digitalizimit ose. Askush nuk të shpëtojë nga kjo. Kjo, shiko. Thjesht se kuptojnë ose si plas apo? As nuk e kuptojnë. Edhe nuk i plas. Po pse si plas? Edhe kanë për ta marrë, me gjithë qef kanë për ta marrë. Pse si plas? Po si plas, po ato nuk e kanë iden fare kësaj që po diskutojmë ne tani, as nuk e kanë thelluar, as nuk i shkon ndërmend, thot madje nëse i shkon në vesh, në sy, kjo që po diskutojmë ne tani, thot çka këta budalliqe më. Po. Çka këto ku çapin këy më dha? Po. Ku i gjen këto gjëna? Ësakt. As i shkon ndërmend, janë komplet nul, në ajër. Ato di pranojnë. Po mirë, a do digjen edhe këta me këtë gjë apo jo? Uf, mo. Për këtë po them, do të jeni imun apo do digjen edhe këta, do ta hajnë edhe këta. Kjo që po vjen, kjo që kanë përgatitur ata gjarprin që janë mas skenës që quhet Matrix, a kjo është përgatitur që ti përfshit gjitha. Nuk pyet fare, je i pasur, i varfër,
president, Po edhe president? Endacak, të gjitha. Po jo, pse nuk do të kenë këto, le të themi ato benefitet e veta ose Kjo ishte deri dje kur bëshin ato kleçkat e tyre, ja fusnin popullit edhe merreshin ai pakt fuqishme këto i shtorshin në llogari po bankare. kush do fitoi te kjo? Kurse këtu te kjo nuk Edhe Rama do ta haj vetë, domethënë me këtë që po përgatit me dorën e vet. Edhe ai më burr. Ajo e di ku jemi tani te kush fazi jemi tani? Ajo që thot libri zbulesës atje. Dhe do detyrohen të mëdhenj dhe të vegjël, të pasur dhe të varfër, të çfarë ngjyre kombësie dhe ku dëgjon nacionaliteti, që të marrin emrin e bishës ose numrin e emrit të bishës. Kjo është numri i emrit të bishës. Se ka dhe aspekte shpirtërore kjo, nuk është vetëm ajo fizike, se ne trajtojmë vetëm anën fizike tani këtu. Po ka dhe pasojë shpirtërore ajo. Të mëdhenj dhe të vegjël, të pasur dhe të varfër thosh atje, i përfshin të gjithë pa pikë përjashtimi. Këtu është vetë satanaj nga mbrapa. Ta çojmë te kulmi te maja. Ai sykuqja me brir, ai po e bën lëmshin. Ai e ka menduar këtë gjë. Po mirë, ai nuk do të pyetoj, s'ka shok. Ja, s'ka fare, nuk do të ketë ka shok. Ai boti nuk ka shok. Domethënë këtë se çka po bëjnë për shembull politika ose këto njerëz me pushtet sot që po krijojnë këtë djathin të qarku ose që po fusin ngërçe njerëzit, qytetarët e tyre, vendasit e tyre. Do ta hanë edhe vetë domethënë nga kjo përgatitje që po bën. As nuk e dinë afare se çfarë pasojë është reale ka kjo gjë. Sa e tmerrshme është. Se nuk i shkon ndërmend, nuk e bën dot fare lidhjen e kësaj. Duhet ta kesh duhet ta kesh pasditur me kohë, të kesh mësuar, ta kesh pasuruar atë dijen mbi këtë me kalimin e kohës, që të di se çfarë realisht është. Se ka informacione mbi këtë, por nuk ka kërkuar njëri ta di. Merren ta thash, krijon ato probleme, ti shikon atë të bësh atë rutinën e jetës tënde, as shkon ndërmend fare ta gërmosh çik çashkë që po vjen. Se na futen gjëra, por nuk i mendojmë. Pse po futet kjo? Sot kemi kartën e identitetit. Përveç me ndoshta në Shqipëri. Alexis se ka. Ku haj, thot, shtëpinë time haj, se kishe pyetur herë njëri aty. Rri, mos fol më. Okej. Edhe aty s'pyeti askush për çfarë ishte kjo, a kishim neve ato pasaportën, kishim atë letër njoftimin, çfarë ishte certifikat, u hyri kjo, as pyeti njëri fare. Kështu s'ka për të pyetur edhe për këtë. A është kartë identiteti tani, pse duhet të sillen këtë tjetrën? Aty tjetri nuk e ka dua akoma. Pse duhet të marrë këtë tjetrën? Sepse është diçka më e avancuar, diçka më të futme, është më e thellë, është më e sofistikuar. Imagjino, mendoj shqiptarët gjithë duke u dyndur atje nëpër dyert e këtyre, ke sportelet e këtyre, ma bëjmë udhëparin. Po, aman ndërman direkte. Po, aty ka për tu ashtu, direkte. Si do të ketë, si mendon, do të ketë fare reagim nga Shqipëria, nga shqiptarët që të jenë kundër? Me këtë situatë ku ndodhen, këtë gjendje ku ndodhen, kur e shohin. Atë po mendoja këtë që pyete, edhe kam frikë se me aq sa arrit peshoj atë psikologjinë që ka ky popull i vendit ton, kam frikë se s'do ketë reagim fare. Fare? Është njëri atje që del atje, ka atë Facebookun personal që del ai emisioni aty. I thot këto gjëra. Kush? Ky pra Alfred Caku. Për Cakun prap. I thot ai këto gjëra atje, po sa do e marrin parasysh, sepse tani i thon, "Okej, ky thot shumë gjëra, thot të ndryshme, pse ta marrin parasysh, i kanë dalë vërtet sa gjëra." Po varet se sa seriozisht i merr secili, kupton? Po s'bëri ato kërkimet e veta çik të interesohet marrë veç ç'a bëhet. Nuk kam për t'i marrë seriozisht, kjo mungon ajo që neve si marrim gjërat seriozisht. Nuk dyshojmë. Ky është problemi kryesor, nuk dyshojmë, e marrim të mirë qenë, e than ata, pse vrasim trurin fare, thjesht bindemi, kaloj. Por siç e kemi thënë edhe herë tjera, kjo do ndërpritet. Lavdi Zotit do ndërpritet. Te ke sigurt, ë, që do ndërpritet? Edhe kjo është e sigurt. Pesha ndërpritet para se të ndodhen në Shqipëri më burr. Ka një diçka tani, tani këtu do bëjmë ca lidhje tani për t'i informuar dhe publikun. Në Greqi është thënë se tani unë ato që them nuk i kam nga truri im, as thjesht i kam lexuar nga Wikipedia. Unë kam ka flet gjumë dhe ka pa ca ëndra dhe po na flet tu, domethënë që edhe besoj që thotë un jam ai. Jo, fare absolutisht, nuk vuj nga deliret. Të paktën përpiqem mos vuaj, se edhe kjo është tundim vëlla, se po normalisht. Trashket truri shumë kollaj. Dobët jemi patjetër. I bëj qefin vetes para pasqyrës atje dhe rashkite direkte. Në vërtetë është. E shkel kollaj lëkurën e banane sot. Edhe i kam lexuar nga vetë shenjtorët e kishës time dhe thoshte atje që një shenjtor i 94-s ka ndruar jetë ky dhe tha që kur të dalin këto në këtë për Greqinë, po them, se kanë thënë çan do në Greqinë ndodhet edhe këtu. Do të thonë që çuditshme, se unë ndjek të dyja realitetet, çan ndodh këtu ndodhet atje. Është kështu, copy paste.
E kanë vënë këtë gjë. Kur të nisin, ai flisë për Greqinë, kur të nisin lëshimi këtyre kartave të reja në Greqi, mos të rendni që ti merrni. Prisni se do ndodhi diçka. Do ndodhi një ndërprerje. Do fillojnë disa gjëra pastaj që do kalojmë tek faza më serioze e luftës së tretë. Se vetëm ajo ka për ndërprerje, asnjë gjë tjetër. Dhe shtoj edhe këtë gjë tjetër. Duke u ndaluar ky proces atje, do shpëtojnë dhe shumë shtete të tjera që ishin gati për ta marrë. Një nga ato shtete jemi dhe ne, se edhe në Ballkan po tentohet që të merret. Mirë po, një nga ato shtete që janë gati për ta marrë jemi dhe ne, se ja e tha ky Gjatoshi që do filloj vitin tjetër. Edhe është punë muajsh. Kështu që ajo ka për të ndërprerë. Edhe mi që do ndodhi ajo gjë. Se neve vetë kemi për të ndërprerë fare, neve çado këtu dhe sikur te çipit kaloj direkt kanë për ta marrë dhe çipin kanë për ta marrë. A më sigurt që do e marrin. Çado që të thonë ata. Fluturon gomari, fluturon kanë për të thënë këtu. Nuk fare, kupton, është e pashpresë situata. Do vi zgjidhja vetëm nga lart. Ka për të lejuar ai se deri tani i modhi nuk po e lejon luftën të ndodhi. Po ka për ta lejuar që do ja japi atë, do i hapi krahun e ka për të filluar pastaj shoku. E ka për ta fshi komplet këto, ka për t'ia prer gjithë tentakulat që kanë shtrirë ai sykuqin të botë. Po jo rrënjësisht. S'ka për të shkullë rrënjët. Do mbeten rrënjët e të keqes, prap. Do mbeten, ëh? Ti do ja presi. Po do i mbetet sepse do kalojnë provë njerëzia. Që sepse do dali prap sipërfaqe ai. Këtë që po bëjnë tani do vinë prap më mbrapa, do posoj një ndërprerje, do zgjasë një kohë periudhë e bukur 30 vjeçare, po do dali prap sipërfaqe. Kështu që vetëm kur të dali prap, kur të shfaqet prap do të nisi aty ku është lënë, pra ku do të lihet, po do të nisi nga e para. Ndërkohë që do jetë ajo periudha e paqes, në sfond do punojnë prap. Edhe kanë për ta sjellë direkte aty ku e lanë. Aty ku e lanë domethënë. Po, fiks, aty ku e lanë, sepse thuhet që kur të vi ai çuni sykuqit, duhet t'i gjej gjërat gati. Se ka kohën e kufizuar. Po pse s'ka ardhur akoma? Jo, s'ka ardhur. Tani thon disa që ka ardhur. Është një që qarkullon atje në Izrael, ta kam thënë disa herë, që mendojnë se ai është Mesia që po presin ata çifutët. Është çuni mirë? Po ç'a çuni mirë? Ata do të vendosin si ata të parin e botës. Për atë që po qarkullon atje në Izrael, po punon dhe Trumpi, po punon dhe Bibi Netanyahu. Se këta quhen mesianik. Këta punojnë për ardhen e Mesias së çifutëve. Dhe po përpiqen të ndërtojnë atë temën e Solomonit. Kanë bërë gati gurët që nga New Yorku, kanë gati dhe ato viçrat e kuq që do bëhet sakrificat e themelet, se kanë ca rituale kështu ata atje. I kanë gati të gjitha. Po i duhet bëhet një luftë, një diçka, një përplasje që të shemin atë xhamin e Omarit që është mua aty sipërfaqes të tempullit, që ta ndërtojnë pastaj ata. Kjo do ndodhë kjo që do të shemë xhamia dhe do të ndërtojnë tempull? Po do ndodhi, po. Po jo tani. S'ka për ndodh tani ajo. Sepse po u shemb ajo, është shenjë që aty pastaj do ndërtohet direkte ai tempulli edhe do frenozohet antikrishti aty pastaj. Po s'është koha e tij tani, sado që të përpiqen ata. Ata kot po punojnë atje. Ja, po ja themi që këtu me siguri kot hini duke punuar, i vrim nuk kemi për të bërë. Këta që po punojnë për këtë epokën digjitale, për digitalizimin. Po, sepse kjo është kom bashk, digitalizimi do të jetë një në krye që do komandoj gjithë botën. Që do jetë antikrishti, Mesia i çifutëve. Po. Se nuk e pranuan atë parin të vërtetin, duan të dytin, se ky do ketë pushtet bote. Ata nuk donin që i pari, se ai tha unë pushteti im është qellor. Ku ky tha, jo, ne duam një që të komandoj botën, që neve si fis të jemi të parë që komandojmë gjithë kombet. E këtë do ja mundsoj ky, që duan ta sillin tani. Që po bën ca xhiro atje në Izrael, ka bëj gjëra 5 mrekulliera deri tani, ai, domethënë, se duhet që t'i japin edhe kështu origjinalitet, ka bën mrekulliera, që ky është. Rrethot nga mira njerëz kur del në publik, por që ne vedim që nuk është ai. Si ka emrin ky? Nuk si e thonë herë emrin e tij? Januka. Januka, po, Januka. Se më është fiksu ky emër se unë ndonjëherë harroj këtë emër. Ky më është fiksu. Ky është që thon tani, po nuk është ky, ëh? Po, ajo që ja vetëm me kapelet me ato kaçurela, çu rabin, krye rabini ky. Krye mësuesi do të thotë rabin. Rabin thon mësues, ëh? Po në hebraisht rabin është mësues. Po kush është ky tjetri? Ka dalë ky, është bërë kështu flitet ndonjë emër, një gjë, një personazh, një person? Ça thon pastaj që është ky dhëndri i Trumpit, ky Kushner, ky burri i kësaj Ivankës. Çfarë?
Pa kjo është mundësi e vogël, kupton? Ai ka një godi një Gratta-Ciel atje në New York edhe ka 3-6 atë mund maj fare që duket, kështu nga gjithë kur kalojnë. Po ky në ka në Shqipëri më. Po pra ky që do më blej atë ishullin ton. Po ky do jetë ai kryesori i tyre? Ai është vegël goxha e fuqishme granazhi të këtij sistemit, po jo se do jetë, unë s'besoj se do jetë ai. Disa tjerë me qenë po tjetër ai për shembull. Shqipëria fiton apo humbet më shumë? Po që Shqipëria askush nuk do fitoj më burr, vetëm Izraeli do fitoj. Izraeli s'ka forcë që e lun. Mbrohet nga Amerika, mbrohet nga çat dush ti mbrohet. Është blind komplet. Siç më tha herë njëri atje, po dogje si ka mundësi do. Po dogje flamurin amerikan atje në Amerikë nuk bëjnë asgjë. Po dogje flamurin izraelit, më shoh kapatoqësitë e ullirit aty pastaj direkte. Si çfarë argumenti jep kësaj? Po ky Bjondi e kishte thënë pra, neve do i shërbejmë për pikëmëri të gjitha interesave të Izraelit. Po shefi tim. Ç'e ka fuqishëm to? Ata janë ai 1% që komandojnë botën. Po pra 1% si ka janë kaq të fortë, kaq fuqishëm. Po paraja xhiron burr, ata kanë ato pllakat që shtypin para pafund. Edhe korruptojnë gjithë planetin. Kanë kapa ato poshtë të kyçe? Jo, ato janë forë si jemi ne dobët. Si po tregojmë ne dobët. Po atë kemi thënë populli është superfuqia. Diskutohet ajo, po a dhe sa ta kuptojnë ne? Ka ka fut gjithë to, si është ajo? Gjarbi ka fut kokën në vet. Bishtin, ë, si është? Bishtin po. Bishtin, ai ka korruptuar gjithë, i vjen forma kështu e bukur, ai ka mështjellë, s'ke çfarë lëviz më. Ai si ai boa aty, ke parasysh se si funksionon boa kur do me të gëlltit atje të të mbështjell me atë bishtin e trash. I thyn gjitha kockat që të përtypi kollaj. Atë janë duke bë këta tani. Ato i kanë gjithë njerëzit, i kanë bler gjithë, kanë bler gjithçka, kanë armët, floririn, vinë qasen edhe kështu bukur, qasen edhe kështu si njisha, si shpresë, si e vinë me të butë në fillim ata. Por nuk pranove, kalojnë me hard way, me mënyrën e egër ata. I kanë gjitha mënyrat. Po ky Krushku do jetë, ky Krushner, Krushka. Krushka do jetë? Kështu thon për këtë, ky është një variant. Tjetri është pastaj princi i Anglisë. Thashë ti princi djali i atit Carlos, atit Zogut, thashë ti Zogut. Tjetri pastaj është David Meyer Rothschild. Kush është ky çuni për nipi? Ky është djali i Jacob Rothschild. Është i frikshëm edhe ky. Edhe ky i frikshëm, ë? Ky që si ambientalist ky. Si ajo vajza vogël që na erdhi edhe këtu. Si kjo, çka kishte emrin ajo? Berg. Gerta. Ai shoqja ime që po pret të thonë atë ditë aty. Po vitë ky është më akoma i fuqishëm. Gjithmonë ku shkova atë ditë në qendër, aty më fillova me ngacmuar çikat, se kanë biu këtu ajo. Thunberg. Kështu tipi është ky ambientalisti. Ka bën anije. Ky është djali i ri, 30 duhet të jetë ky, 30 ca. Çfarë thua? Ka kështu një anije të përbërë me bidona plastike, e ka quajtur plastiki. Bën si varfanjok domethënë, Po shkon, si modest, kështu si thjesht, shkon në për këto universitete të mëdha të Amerikës, atje mban leksione flet, njerëzit do të krahasin. Është i përgatitur? Po është shumë i përgatitur, shumë i zgjut, është i papam. Edhe po ta shohësh, kjo është e keqja, sa mizore që është, Kërkoni që zgjuar të ta përdorin gjithë të zgjuarsi, gjithë të vetit mira, gjithë të element mira që ja ka dhënë krijuesi, ti përdor për këtë e keqja do. Po do ta përdori për atë tjetrin, për kundërshtarin e krijuesit. Po atë po them ta përdor për këtë e keqja. Po edhe po ta kërkoni në Google njerëz atë këtë David Meyer ose Rothschild direkte, kërkoni çik do dalin në Google fotoja e tij, edhe po ta vini re se si I ka flokët, se si I ka mjekën, dhe se si e mban fytyrën, më gjeni se kujt do t'i ngjaj. Kujt pi afrohet në ngjasi. Me ato flokët ashtu që ka dhe mjekën. Do t'i ngjaj një personi konkret historik. Edhe pse pikërisht atit. Është e çuditshme. Shkron mendja se kujt do t'i ngjaj? Po jo, ky është I vjetër, David Meyer, pra. Rothschild, CH-ild. Po. Shive që ka të foton e ti dhe me këtë ngjan sa po e shikon. Meyer? Po, Rothschild. Rothschild përkthehet gjarpi I kuq, e lidhin me të kuqen ato, me I gjarpët kuq. Jore. Po. Vëlla, kam pa I film e burr, Pse kishe parë në foton e tij? Jo, si kisha pa. Ky personazhi. Ky.
Ma shifi që ku ti ngjan ky tani? Nuk e di, nuk duket tu, po gjithsesi do. Ku shkon mendja kur shikon fytyrën e këtij? Me Mesian apo? Ashtu. E kuptove? Nuk e di, e ke pa atë filmin para 3 vitesh, 4 vitesh, po s'po bëhet episod, s'po bëhet sezoni tjetër valla. Ta sugjeroj. Jo sugjeroj të gjithë ju, ndoshta do e keni pa. Është i film për Mesian. Pash vetëm sezonin e parë E ke pa sezonin e parë? Po. Edhe unë aq ka pas s'ka dal tjetri. Ai që në fund fare mbyllet me kur rrezohet avioni që ai prap shpëton domethënë. E lan kështu si. Lidhet në Amerikë që del aty esën mbi ujin në Washington. Edhe dalin plot kështu të tillë. Edhe ai del kështu domethënë që di çfarë do gjëje, marrin ato të shërbime sekrete, iket zhduket nga aty. Po. Prap Ky tani do që i ngjan për ata që u duk foto, s'u duk fotoja. s'ka të ta fuzim. I ngjajnë Krishtit. Ai ishte me flokë gjata deri këtu, ajo mjekra këtu, ajo fytyra e paqshme, e një gjithë aty do të bëhet ky bodi këtu, që të jetë sa më bindës, sepse atje në Amerikë ka plot sekte protestante. Edhe do mahnitën direkte. Protestantët as vet ata janë s'kan lidhje me Krishtin, po nëse po që ashtu arrin me këtë mënyrë përdor ai me atë pamjen e tij, do që ti arrisi ti fitoj ata atje. Fitoj zemrat e njerëzve, opinionin e tyre. Që thon s'ka si ky, do ambientin që po ndotet. Ky me shumë mundësi pra do kalova, për mendimin tim. Tani se është dhe mosha e tillë. Por kë je më shumë ti? Po pra si afrohet edhe moshës. Po. Po kë je më shumë ti që mund të jetë domethënë, sipas teje. Jo, sipas meje. Jo që don ti të jetë, por që mendon se do të vendosin ta. Jo, unë mendoj, bazuar në ato që informacionet që kam nga librat e kishës time, është se nuk është asnjëri nga këta. Valla, s'po kupton pyetjen. Më pretendenti? Kush mendon ti që nga këta që emra që përmende do të zgjedhin këta për ta vendosur në krye? Jo që mendon ti që të jetë. Po tani me sa duket ata e kanë vendosur se kush duhen të jetë. Po, kush mendon ti që është? Është ai tjetri që është atje në Izrael, ai Januka. Januka? Po. Ai është. Po, si po i përgatisin gjithë ato profil. 5 mrekullirat konfirmuara. Kush janë 5 mrekullirat e konfirmuara të Janukës? Po ka bërë ca kështu ca zjarre, ca gjona i ka shpik nga skundi, ka ngjallja 2-3 njerëz. E ka Po ti si kanë bërë si mrekulli? Jo, ky e kap nga aspekt tjetër ky, e kap nga aspekti që unë dua të mirën e planetit. E luftoj atë ndotjen e fabrikave të gjonave dhe ato spërkatjeve. Po Krushku çka ka bërë Krushku? Kush s'ka se ka bën ai gjë deri tani. Këto tani, gjithë këto, Krushku. As ai princi atje. As princi jo. A janë to kundër njëri tjetër për shembull, ti në një gar rival me njëri tjetrin se kush do të jetë? Jo, mos janë të koordinuar ata. Tani të katërt këta që përmendëm. Po, për allakati është më shumë. Të katërt këta që përmendëm janë thjesht profile të ndryshme që do përqendrohen te një person. Po, që do shërbejnë. Po, ai që do vinë në fund ky finali, Antikrishti final, ai do jetë që do i ketë gjitha të mirat. Siç është përshkruar nga shenjtorët tonë, do jetë shumë i bukur. Tmerrsisht i bukur, shumë i joshës, do jetë perfekt Allah. I këtyre. Po, ai pseudo mesia, që përgatisin këta. Do jetë i bukur, se është bërë një përshkrim për atë. Dexhali që i thonë? Po, bota islame e quajnë Dexhal. Po. Do jetë i bukur, do jetë i drejt, bindës, nuk do doj padrejtësinë, do luftoj korrupsionin, padrejtësinë, gjitha këto. Po qafojnë shumë njerëz. Do i bëhet një reklam që është njeriu më i kulluar, saqë të arrin njerëzit të thonë, po presim dikë që të jetë më i mirë se ky, kjo do ndodhet te mandati i parë, se 7 vjet do e ketë kohën ai. 3 vjet e gjysmë është faza e parë. 7 vjet e vllai ka me 7 vite ka me çfarë shkri komplet, po atë shkrijen do e bëj te faza 2 ai. 3 vjet e gjysmë dhe 3 vjet e gjysmë, do ndahet në 2 faza kohore. Te kjo faza e parë me 2 mandate nga 3 vjet e gjysmë. Po thuaj se 2 mandate. Po. Te kjo faza e parë do jetë ajo do ushtroj fuqishëm atë forcën njohshëse, derisa të fitoj zemrat e njerëzve, sepse djalli nuk do që të imponoj. Sepse nuk i quhet pastaj. Do që ti vetë ta pranosh lirisht me vullnet e lirë. Ai betimi ose ajo. Duket ta sjell me forma, duket ta të mashtruar. Siç bëjnë dhe politikanët të burr. Çfarë janë politikanët? Djajt vegjël janë, që mashtrojnë njerëzit me shpresa. Ty ta mbush mendën ai, e shkon ti voton, aty shikon se ai më përfaqëson më me ato, me programin që ka. Ti e han dhe shkon voton atje. Ti ke rënë kompromis me një djalë të vogël ato momente. Prandaj unë jam kundër votës. Se ti i beson atit. Ai po të mashtron ty. Thiri menesa vëlla, se nuk janë për të mirën tonë atje. Nuk jetojmë në botë perfekte, njerëz. Harroni këtë pjesë.
Të gjitha qeveritë janë aty për të shtypur popujt e tyre, me të dyja komat. Ja kanë vënë atë çizmën e fytyrë atje, edhe i mshojnë gradualisht që ti mos ta kuptosh, i bën ai tërheqje pa pritur masaj, e nuk e duan atë zgjimin ata, e ti të vazhdosh që të mbytesh gradualisht të marrin frymën. Këta shkojnë i votojnë. Kështu do jetë ky do jetë kështu, nona e mashtrimit, e manipulimit e të gjithave. E do thonë njerëzit pastaj nuk mund të presim nga një që të jetë më i mirë se ky. Ky i plotson gjitha kriteret. Ky është i premtuar, i më i papami. Kjo do thot masivisht. Po, të gjithë masivisht, gjithë bota. As e vogël nuk do të jetë që do të jetë kundër. Vetëm 1% e vogël që do e kuptoj. Sa? Thmërësisht e vogël. E pa llogaritshme fare. Po do jenë dy profet në atë kohë. Njëkohësisht. Jo, tre do jenë. Tre do dalin atë kohë, vetëm ata të tre nga që bota do jetë komplet e trullosur. Tre të tjerë apo megjithëse do jenë tre? Këto të tre do jenë me të mirë, do jenë me ne. Janë të Zotit ata, shërbëtorët e Zotit këto të tre që po të them tani. Këta do dalin po në të njëjtën kohë për herë? Po, me këtë. Bashkë me këtë që do të përzidhen nga këta? Po. Po këto do dalin te faza 2. Ke mandati i dytë, tre vjeçari gjys i dyti. Po. Sepse duhet te pjesa e parë është ajo që do e kuptojnë njerëzit apo jo. Po kur ta shoh që do mashtrohen, do jetë nevojshme. Do fusi Zoti, do fusi. Do jetë nevojshme që të njerëzia të ketë ndihmën e këtyre të treve. Te zbulesa thot 2, po janë 3, sepse ai që e shkruajti nuk donte ta shkruante veten e vet, si ishte për ulur. Kështu funksionon. Policia është maja. Ne te kisha jonë luftojmë egoizmin, krenaria është djallëzore, policia është hynore. Do dalin ata të tre sepse do jetë shumë e nevojshme, do jetë alarmante situata. Do e pranojnë gjithë më burr. Do humbasin shpirtin njerëzit. Një gjë të tillë bën dhe kjo digitalizimi, edhe kjo është një drejt humbjes së shpirtit. Tani po më pëlqen shumë gjë kjo dhe u bë shumë emocionale gjithë gjoja, pra po flitet jo vetëm thatë, pra në mënyrë jo thatë në kuptimin që po themi diçka që kemi lexuar, por po e shoh që edhe Aleksi është përfshirë shumë, edhe unë jam përfshirë shumë dhe uroj që edhe tek ju të vijë në atë formë. Por për të sqaruar se kalum direkte 7 vjeçari i këtij, domethënë kjo do të ndodhi që do të shkëpusi digitalizimin, pra nuk do të ndodhi digitalizimi, do të ndodhi kjo direkt. Do shkëpusi lufta digitalizimi. Do shkëpusi lufta tretë. Nga lufta të kalojmë direkt tek kjo 7 vjeçari, tek ky 7 vjeçari. Jo, po të kaloshim direkt te 7 vjeçari mbas luftëse, do na përpinte zot shpotote asnjë. Se do jeni të raqë të raskapitur. Po do jetë 7 vjeçar tjetër apo 30 vite. Mbas luftës së tretë që do ndodhi tani. Po kemi shpjeguar, po do jetë 30 vjet paqe, po paqe kështu kanol në herë. Lutuni Zotit vetëm kalojmë këtë dallgën e madhe të flakt, se kjo do jetë dallgë flakë. Kjo do zgjasë shumë kjo dallgë e flakt? Apo kjo do jetë punë muajsh. Që do vi, që do bëhet kjo lufta, që do zgjasë si kozgjatje. Pra, do zgjasë disa muaj, më pak se një vit ka për të shkuar. Më pak se një vit. Se me këto armë që kemi sot nuk kërkohet të lëvizësh shtip tanë që të fillon e raketa i shko botës 3 herë. Ta çon aty ku dush ti kështu me adresë precize. Kjo do të ndodhin për më pak si një vit, pra si kohë. Nëse nis sot, do të zgjasim për më pak se sa një vit. Po. Tani në këtë ku jemi në këtë garë, çka garë? Vendosja në pushim, luftë s'ka më. Po, mirë, po. Çfarë bën? Si kalon? Po, shumë mirë, çka voti. Tani jemi afër kësaj gjë se po. Po dëgjuat. Ja, po ta thot vetë televizori burr. Po dëgju, kapeni çiktë. Edhe shononi. Edhe herë se ka thënë, po bim përsëritje, jemi duke rënë përsëritje, po duhet ta vendosim për qartësim të kësaj. Se çfarë po thoshin deri tani ke është. Përsëritja është në dijes, domethënë, nga momenti që dëgjoni që bëhet fjalë për paqe, nga pas gjendet lufta. E kundërta, kështu, vertikal e horizontal, si doni merrni. Do ndodhi kjo, bum i madh. Kjo ka për t'i rafshu gjitha. Ka për ta bë shkrum gjitha ne. Do knoqena. Të 10 vjetër thotë në një moment atje do shkri kokorlloku i njerëzve, do i rrjedhë si ujë. Domethënë, do na kalojë vala e raketës së bombës vërthamor, do na kalojë kështu punë sekondi vllau, e do shkrim kështu në këmbë, do bim kështu si lluq. E ke patë hurmën lluqe që bie nga. Ja plaq, e ashtu do bë. Vllap do dalin sy kështu lot. Krahasimi që bëm. Kështu po është çik kështu fatality Mortal Kombat, po ashtu do bëhet. Ishte thënë që para 4000 vjetësh kjo që do bëhet tani. Që ndjetë me vjetër. Pra kjo do të ndodhë tani shpejt, Alex? Po, atje po shkojnë. Sepse këta, po nuk i doli kjo puna e digitalizimit, se po nisi kjo puna që ka për të dështuar. Ka filluar, se njerëzit po reagojnë.
Mos shikoj që s'po reagoni na këtu janë Pra, po fillon, po jep shenjë që po dështon domethënë. Po nisi procesi i dështimit të planit A. Pra kjo është gjë e mirë që po thuti edhe për shqiptar, për këtu në Shqipëri, pra do t'i bëjmë thirrje shqiptarëve me plot gojën për këtë siguri që po na jep, që po dështon në vende të tjera. Po. T'i bëjmë thirrje që mos ta bëjnë, mos ta marrin. Po. Në ca vende ka kaluar edhe te finalja. Atje për shembull në Belgjika, Zvicër, atje kanë kaluar te çipi direkte. Janë të lumtur ata atje, ja bëjnë kështu, ata hapet dera, ja bëjnë kështu edhe nditen dritat. Se e kanë këtu atë pulsin ata që pulson ajo kur bën ti lëvizje dhe programon se si do ndizet dritat me 2 kërcitje. Edhe shkon ajo pap sinjali. Bravo. Po këtu e humbe. Çfarë bëjën asaj? Kupton, lehtësim për lehtësim. Çfarë bëjën asaj? Me kosto shpirtin e pavdekshëm, se ti nga ato moment që merr një çip, një diçka që i përket kësaj sistemit bishës 666, siç është interneti, se do regjistrojmë të gjithë ajo bisha e Brukselit atje. Kupton? Aty shkruan ashtu aty ajo, është një kompjuter gjigant, një godinë e madhe, edhe të shkruan aty sipër The Beast. Hapur fare, bisha. Edhe njëri kishte pyetur Biles atë IA, inteligjencën artificiale, kjo digitalizimi që po kalon në botë tani, tha, ka lidhje me forcat e errta, tha? Pjesërisht, tha aty. Po kush e do këtë? Vet ai që kundërshton që është armiku i njerëzimit. Po si ta shmangim me këtë? Nuk e shmang dot, tha. Po si mund të shpëtoj njerëzia? A ka shpëtim nëse dikush ai bëri të pyetje troç precize. Nuk di çfarë ishte ai. Po bëri pyetje të fuqishme. Po ta bëjmë ata shqiptar. Nëse edhe i tha, nëse njerëzit ndjekin Krishtin do shpotojnë, vetëm aty mund të shpotojnë, tha. E tha vetë inteligjenca artificiale, po të dush ta dërgoj këtë videon. Mos e ka po inteligjenca. Po jo, po të thon disa të vërteta ato aty. Ti thon. E kemi thënë këtë punën e kësaj, të thon një pjesë të vërtetës. Po e kape ti. Edhe kjo është ajo pjesa që e lëshon një paf, po e zure. Edhe ku e lam ne tani që ne lam që duhet ta përmbledhim tani që mos i hallakasim edhe shumë njerëzit. Se duhet që të marrin më të mirën e kësaj që mos të nxitohen ta marrin, mos të merrni se do të ndërpritet. Të marrin më të mirën e mesazhit, të gjithë kësaj se çka folëm, si duket sikur kena bërë rezume të gjithë asaj se çka kemi folur në 33 episode. Po pra se ngela pa frymë tani. I thash shpejt për mbledhura. Për mua për shkak ose ndoshta nga që ngjoj gjithmonë me vëmendje në bashkëbisedimet edhe kam mësuar shumë gjëra tani sa që duket kur flet ti flas edhe unë. Pra, po me njëtin zë që flet ti flas edhe unë, se ti di gjitha, jo ti di në kuptimin që ta besoj atë që po thu, jo vetëm se e thu ti, që kanë konsideratën, por na e thonë edhe vetë, po na thonë edhe vetë nga gjitha format po e shohin edhe vetë, domethënë. Unë ta thash pak më parë, por një detaj që bash, më ndoli gjithë filmi që kena bën ne. Po para, po. Për 30 sekonda, kupton? Po më bër. Kështu që pra, që të mirëni më të mirën. Po dështon plani, po e shikojnë ka filluar procesi i dështimit të planit A, që është digitalizimi, sepse ka për ta arritur bum i madh. Ajo do ndërpresi, nuk ka forcë njerëzore mblidhur bëj çfarë dush. Se ndoshta ata kanë bosi pyetje, po vazhdojmë. Në my ideas. Po. Tani edhe A-ja dhe B-ja. A-ja digitalizimi, B-ja lufta. Lufta e tretë bërthamore. Armagedoni. Bërthamore quhen çfarë doni, lufta e tretë, domethënë raketore, rakestrake, ku dëgjon çfarë dush, domethënë që janë të dy janë të shumë të dëmshme. Pa, a janë të dyja këto në dorën e njerëz, po të njëjtit, po këtij gjarprit? Po. Të dyja i kanë këto letrat. Po pse pra këto nisin këtë dhe nuk përfundojnë me këtë, bëjnë të tjetrën. Po ashtu që ato me plan rezerv. Pra cila nga këto dyja intereson më shumë atyre? A-ja digitalizimi apo lufta? Duke bërë ata të kalojnë në kontroll. Do na bindesh neve. Edhe ty ta kanë shem, të morën lirin, ajo është lufta që ti ke humbur. Po të morën lirin. Ta marr shpirtin. Shpirtin, ajo është maja pastaj. Duke parë që po humbëm neve këtë, do kalojmë prapë te plani B, që prapë na shërben neve që është A-ja. Paksimi i njerëzimit që nuk arritën dot me anët vaksinimeve që bën. Po. Do të arrisim me luftën. Që ti kenë më kontroll. Pra, që ta them unë si. Pra kontroll është aty. Ta them unë si e shoh. E shoh që to duan të arrijnë anë. Pra, ai synimi këtyre është kryesor mendoj unë që është A-ja. Që kena të parë. Dëshiruar që mos shembet ai që ka ndërtuar. Po, mos shembet ai që ka ndërtuar dhe të jetë i komanduari që këto të zgjedhin. Aja është idealja për ata. Idealja, pra. Por këto do e shohin që do të hasin rezistencë, siç më thotë që janë ngrit shumë shtete, shumë vende, shumë popull. Edhe duke parë që ka këtë rezistencë,
i fusin luftën. Po. I paksojnë këta, edhe kur janë më pak, e kanë më të lehtë për t'i manipulu turmat për të arritur që të bëhet kjo zgjedhja e këtij Se fajna parit edhe për të arritur në digitalizim, se atëherë kam përshtypjen do të vendosim pastaj për edhe pak që do të Çfarë ndodhi tjetër, po sepse do shohin që me dështimi e shkaktoi masa e madhe që ka mban ky planet në sipërfaqe të vet, nga që janë shumë. Duke i fut një rafshim neve këtij njerëzimit atje do mbeten më pak e do i kemi më në kontroll. Po këto nuk dinë këtë tjetrën tani, që me këtë bënd që do ndodhi, që do e shkaktojnë ata, mendojnë se do dali plani tyre, po s'do jetë plani tyre. E keni hongër, s'do dali plani juaj. Harroni këtë muhabet, do dali plani atit modit atje. Do më thonë, se edhe Zoti e përdor vetë deri në çfarë pike? Po, deri në çfarë pike do të shkojë plani atyre? Bravo, shumë faleminderit që më bërë këtë pyetje, se desha të thoja do bëhesh pishman rrugës pastaj, ç'është thash. Sa i molli. Shenja që do ndërpritet ky plani është kur të shikoni në televizor atë që tham në fillim të bisedës, kur të biri koka e Erdoganit. Do thoni çfarë lidhje ka ky në gjithë që tham neve? Nuk e di alla. Unë kështu kam lexuar, që shenja do jetë kjo. Kur të biri Erdogani është punë muajsh, që të nisi lufta 3 kështu, fuqishëm pastaj. Pra kur bie koka e Erdoganit do nisi lufta. Po. Lufta e tretë. Po. Jo, unë kisha sa është gjallë ai s'ka për të ndodhur lufta e tretë. Harrojeni, dëgjoni çfarë dush të po lajm, e kërcënoi, i ra, i bëri s'ndodh. Pra momenti që bie koka e Erdoganit, filloi lufta e tretë. Aty pastaj e keni kështu të sigurt, po edhe për ta konfirmuar këtë, të janë dy shenja bashkë që e konfirmojnë njëra tjetrën. Do biri Erdogani dhe goditja e centralit bërthamor në Iran. Në Iran që e kemi thënë. Këto të dyja janë pako, janë të bashkangjitura, të saldume të dyja bashkë. Po. Të dyja këto do na konfirmojnë që aty do nisi lufta e tretë. Po pra, po unë kisha të kjo, që ne ndoshta edhe kemi thënë se po bie shumë herë në këtë. Por çfarë do ndodhi që do të shkëputet kjo gjë, që nuk do të shfaroset e gjitha, domethënë. Që do të shkëpusi luftën e tretë botërore. Çfarë do ndodhi? Po. Po këto tensione, këto gjarë. Pra kjo që do të ndodhi brenda një viti, më pak si një vit që theti si do ndodhi kjo lufta. Po ajë zjarë. Që do ketë çuri fishek zjarre pafund. Fishek zjarre pafund që do të mbetet në gjithë botën, ke thënë deri te 2 miliard, nga 8 që jemi tani, sa ke thënë? 2.5 gjë e tillë, më duket, më sa më kujtohet, ndoshta nuk jam i saktë, por okay. Kush do të shkëpusi këtë pra? Kush do ndali domethënë këtë? Si do ndalet kjo lufta? Si do ndalet? Ti po thot tani si do ndalet lufta? Çfarë do shkaktojë ndalimin e luftës? Po, shiko, ajo lufta kur të nisi, qëllim ka mos mbetit asnjë njerëj, jo 2 miliardë, 3 miliardë sa thash. Fiks. Po. Qëllimi është asnjë kë mos ngeli. Po, atë është qëllimi aty sy kuqit me brir, do ta fshi komplet njerëzimin. Si kështu kanë thënë ata, ca të demonizuar, nuk dum të lëvizja as hija juaj sipërfaqen e dheut. Ai shumë na urrejn. Po. Si do ndaloj? Po tani si se do ndaloj, më e thon këtë, do duket çikse pa besueshme, po e kam thënë në disa emisione më përpara. Po duhet të përsërisur atë. Kasapana e madhe do bëhet në Konstantinopol. Po. Forcat e NATO-s do nisen nga porti i Vlorës, që është rinovuar tani, është zgjeruar, është bërë. Do mblidhen nga porti i Vlorës, po nga porti, se do ta lidhë me aeroportin me këto ngjarjet e fundit që po ndodhin tani që aty do jetë si milingona, një ushtri e papar me 1000 anije. Ushtarët e ai tha simbolika atë, po do të thotë shumë anije. Po. Do jenë forca pesha më e madhe e forcave të NATO-s do mblidhen atje në portin e Vlorës, do nisen për në Konstantinopol. Sepse do jetë duke e sulmuar Rusia Turqinë në atë momente. Rusia Turqinë? Po, Rusia ka për ta bërë kështu atë Turqinë, do e bëj Sahara numër 2. S'ka për të mbetur asgjë kom atje. Do e shkri komplet. Edhe do kenë merakun se do e marri atë vend, do e marri Rusia, mi fa ai vende strategjik atje. Është në një pozicion shumë të papar që i duhet gjitha superfuqive që ta kenë atë vend atje, e lakmojnë. Edhe do sulet këta zionistë ashkenazit, këta kazarët që kanë ushtrinë e NATO-s nëpërmjet bankerëve, se bankerët janë shefat e NATO-s. Do dërgojnë ushtrinë e tyre për të sulmuar Rusinë. Pse ta marrësh ti, ta marr unë, do ketë këtë, do i kthy preket interesi tyre. Jo si duan të mbrojnë Erdoganin ose Turqinë atje. As për Erdoganin, as për vendet e NATO-s nuk i plas. Asgjë. A bankerët e dërgojnë NATO-n ku kanë interes, po nuk u bindet bin ata. Janë antarë, nuk të binden këtu. Këta por amerikanë valla, gjoja, drejtësira dhe ligje, rregulla. Do nisen ata atje ka për të bërë kasapana. Aty do zgjasë 3 ditë 3 net. Për 3 ditë 3 net do bëhet kjo kasapana? Për 3 ditë. Keq fare, 3 ditë do zgjasë, 72 orë.
72 orë, ke thënë 600 milion njerëz do të vritën aty. Po. Që se besuan ti kur thashë të shifra. Po, që kemi thënë një herë që do të përfshihen shumë shtete të tjera, ky është sqarimi pra. Do të përfshihen shumë shtete të tjera, shumë forca të tjera, shumë ushtri të tjera. Po, aty për atë është thënë që do bëhet gjaku, do arrisë gjaku, do bëhet lum, literalisht do bëhet lum. Do arrisë deri te niveli i gjunjëve. Në gjithë lumë valla ka që trash valla, do bëhet shumë bolla, imagjino çfarë masakre do bëhet atje. Vetëm për të marrë atë vendin. Për 3 ditë. Po, 3 ditë do zgjasja ajo. Aty pastaj, që do i japi fund luftës, se ajo do jetë kulmi, do ketë ndodhur në për Izraelin, në për vende të tjera, këto janë ato vatra të vogla. Ajo që do të jetë vatra më e madhe do. Po, e ke parasysh ku vjen afrohet dhe ka rinë një maj, ajo maja do zhvillohet në Konstantinopol. Po. Ajo pastaj aty do marrë lufta. Se po të vazhdonte, s'kishe për të ngel asnjë në këmbë. Po pra, po kush do e ndali? Si do ndali? Tani do them atë kush do i ndali. Tani do kalojmë te faza shpirtërore këtu, tani po duhet besoni, po duhet mos e besoni, kupton, unë besoj për veten time. Kur do jenë këtu duke i rënë njëri tjetrit që do hahen, do masakrojnë, do therren. Aty do shfaqet dikush në qell. Do shfaqet aty do bëhet ndërhyrje e Zotit direkte. Se vetëm ai mund ta ndaloj. Do shfaqet kryengjit Mikail, që neve kemi një nga kryengjit më të dashur. Edhe do flasi. Ndaloni çfarë po bëni. Po do kur të flasë ai do të rronditë të gjithë toka aty. Që ta kenë aty po do të rronditë gjithë toka të gjithë. Aty në atë vend. Që ta kenë gjithë vëmendjen pastaj që ti tërheqë vëmendje kështu me siguri, do shohin atje lart ata. Ha, ç'është ky do thonë. Edhe do i thot pastaj aty pastaj do dali gjumi këtyreve. Se do jenë të përfshirë. Vetëm për kaq do thotë që ndaloni çfarë bëni? Po, aty do ketë edhe mesazhe të tjera, do flasë. Po ka edhe çik vazhdim kjo pjesë. Aty pastaj do të rreqë vëmendjen këtyreve, atyre do i dali ajo ndjesia e urrëties që kanë për njëri tjetrin. Aty do i dali gjumi. Edhe vetë ata që janë duke u vrarë. Ajo deja fiks, ajo mpirja, ajo deja, ajo kështu, marrnia për tu shkataruar me njërin tjetrin. Do i dalin në 30 sekond. Se janë demon nga mbrapa që i shtyn këto ushtri që ti bin njëri tjetrit. Është qartë. Ata ta mbjellin urrëtin. Po. Tu tani do ndryshoj vetëm Zoti se do ishin të shkrirë komplet. Asnjë s'do kthehet fitimtar në vendin e vet. Të gjithë kush do marrë pjesë në luftën e tretë, nuk do kthehet i fitimtar në vendin e vet. Të gjithë do jenë të dëmtuar. Po. Do thot këtë që ndaloni çfarë po bëni, aty pa do i dali dehja, urrëtia, gjitha këto, edhe do rinë gjithë duke parë lart atje. Edhe do thot kryen gjithë Mikail, do zjasi gishtin, edhe thot merrni atë dhe bëjeni mbret. Duhet një person tani ky. Është një person shumë i përulur, shumë i thjeshtë. Është tani aktualisht ai. Jeton, po e kemi thënë edhe këtë. Po qarkullon tani mes nesh, po se di askush kush është. Kush është? Po është aktualisht. Lëviz, mund ta shikoj dikush, po as si shkon mend se kush është. Do e marrin vesh vetëm kur shpallet, kur ndodhi ky moment. Merrni atë dhe bëjeni mbret, do thot. Aty është një person, ai e ka emrin Joan. Ai ka për të drejtuar botën për 30 vjet. 30 vjet. Ati do i dalin përpara gjithë, do i binden gjithë janë super fuqira. Si ka mundësi që to do të besojnë pastaj gjithë tek ai? Po do zhvishen, jo, nuk do i besojnë gjithë në fakt. Për shembull, Rusia duhet që të kundërshtojë atë. Prap, do vazhdoj prap. Megjithëse Rusia është krishtere ortodokse dhe ai edhe Joani krishtere, është ortodoks është ai. Rusia do kundërshtojë. Kjo kur e lexova këtë ngela kështu, si ka mundësi valla? Sepse tani ajo është ana politike këtu që do kundërshtojë atë, se do që ta ketë pushtetin për vete. Po. Është vazhdon akoma e mania po. Po, e mania më bëri, po më është kjo smundje komplet. Ky Joani do ketë dy ëngjëj, majtas edhe djathtas edhe majtas. Po këto ne do i shohim si burra këta. Siç po shohim ne njëri tjetrin. Si me që këtu Joani, ato ne të dy këtu. Edhe Rusia nuk do bindet. Forca e armatosur e Rusisë nuk do bindet. Edhe do i thot njëri ëngjëll që si burr, do i thotë veshi Joanit. Ktheu nga flota detare e Rusisë edhe thuaj këto fjalë. Në emrin e Atit, Birit dhe Frymës së Shenjtë edhe bë dhe kryqin. Sa po ta bëj këtë gjë ai do zhyten gjitha në tokë, në ujë. Wow! Sa po ta shohin ta forcat ruse këtë gjë, aty pastaj do binden, do i bin gjujt atit. Kjo mrekulli do i bindi ata tipat e Rusisë që donin pushtetin për vete. Sa po ta shohin këtë mrekulli. Pastaj Gjermania do jetë vendi i parë që do kthehet në krishtërim. Se do filloj krishtërimi i gjithë botës mbas kësaj. Se ky është një nga ato gjërat e mira që do ndodhin në botë. Se sot është lëmsh, kemi 700 milion fe. Edhe me kalimin e kohës njerëzit do fuqizohen pastaj. Do njohin Zotin, do rregullohet pastaj Konstantinopoli që do kthehet në Sahara që thënë. Po do ringrihet. Do ringrihet prap. Po se që andi do komandoj botën ai. Nga aty do të vendoset ai domethënë. Aty do të jetë.
Kjo do ndërpresi dhe fronozimin që du t'i bëjnë tani aktualisht atit antikrishtit që kanë ata atje në Jeruzalem. Po, pas 30 vitesh ky Januka do të bëhet prapë pastaj, ë? Jo, nuk del komplet jashtë skene. Po ky është i dështuar ky Mesia. Prandaj i thash, mos u merrni me kot se nuk është ky. Një sekondë, tu e humba unë. Pra, do jetë 7 vite ky Januka, pastaj do të vi kjo epoka 30 viteve. Harrojë Januka është tani. Po ky nuk është ky Mesia final. Ky është thjesht mendojnë se është ky, po s'është ky. Aha. Po mirë, po ti neve dim ata se din. Do të zgjasë 30 vite kjo gjë e mirë apo jo? Po. Pas luftës, që do ndodhet 3 ditë 3 net. Paqe komplet. Pas kësaj do të ndodhi pastaj ky 7 vjeçari që ti? Pastaj mas kësaj periudhës paqes 30 vjeçare do ndodhi ky 7 vjeçari. 7 vjeçari. Do të vi një Januka, më thoj zot, një tjetër. Do vi, aty nuk e di emrin edhe. Jo, më thoj se pra do vi dikush tjetër që po përgatisin këta tjetër. Emri i tij na është thënë që lidhet me numrin 666. Po ta deshifrosh dalin shumë emra me këtë numër. Që janë sot aktualisht. Po dalin edhe mjete, edhe për shembull edhe cigaria del me 666. Si del cigaria me 666? Po është aritmologjia me fjalë. Çdo gërm ka një numër. Po ti mbledhësh, A-ja për shembull, Altini. A-ja është numri 1. L-ja është numri 50. Rrimë për më kështu gjonash. Po është Altini do të. Po mirë, edhe unë me Ale kam. Okej. A-ja është 1, L-ja është 50, O-ja është 40. Po ti mbledhësh to, ti krahasosh me gërma. Po pas 7 vitesh do ndodhi pastaj. Kur? Pas 7 vitet të këtij, nga 2 mandate, nga 3 vite e gjys. Të fundi mandati i dytë të Antikrishtit. Le që ai ka për ta shkruar botën komplet tjerë. Do jetë persekutimi për ndjekja më e madhe. Një sekondë, kalovin detaj pas dohet shkëputja. Pse e intereson këtyre që ta shenë të gjithë botën për shembull? Këtyre të këshimi pse i intereson të shemi botën? Ti ato nisën për shembull, pra kinë synim që ta pra e para herë synimi i parë AIA që është digitalizimi që të kontrollojnë çdo gjë, të kenë pushtet tonë të gjithë. Po. E dyta është kjo që ti the që to do të nisen për ta shkatruar gjithë që ti fshin gjithë njerëzit. Për çfarë duan? Jo, ata nuk do t'i fshin gjithë njerëzit. Ata nuk do t'i fshin se nuk do ndodhi pra. Që të pa më parë si të zbresi. Po do ndaloj Zoti dhe ata që mos fshin gjithë. Po pse duan këta pra? Pse pasën si qëllim për ta fshirë për shembull gjithë? Jo, ata nisen me idenë që të pakësojnë njerëzimin. Paksojnë. Ta çojnë deri në një shifër që ta kenë mundësinë për ta kontrolluar, se tani po e shohin që 8 miliardë sa jemi tani, 8.2. Ushqen dhe frikë edhe s'po e bëjnë dot. Edhe do shkojnë si pasojë e dështimit tonë ishte kjo shifra e madhe që ka arritur njerëzimi sot. Edhe do e bën me anë të luftës së gjë. Edhe mendojnë pastaj që të vendosin rendin e ri botror, nga gërmalla do ndërtojnë një civilizim të ri. Por nuk do eci plani atyre, do eci plani i Zotit. Që të fuqizohet njerëzia, sepse do përballet me bishën finale, me Antikrishtin. Atëre do vija ai Antikrishti, jo ky që po përgatiset tani. Po. Aty ai pastaj ka për të përndjek gjithë njerëzit. Kush nuk do pranoj te mandati i dytë do ndodhi kjo. Masi të fitoj besimin te mandati i parë. Po. Do e votojnë të gjithë, se kështu na është thënë në një shtentor. Kur të vi momenti që gjithë bota do firmosi për një person, tek ai është Antikrishti. Ai që do ndodhi te kjo 7 vjeçari. Mbas kësaj paqes që të kalojmë. Te faza 2 ai ka për të përdjek gjithë. Ai do jetë persekutimi për ndjeka më e madhe që ka kaluar historia. Do i ketë gjitha mjetet në dorë. Edhe tani kanë këto mjetet në dorë. Po do ndodhen këto që tham. Aty ka për të gjëmuar. Do i gjëmoj gjithë që ti binden atit, se do ke njerëz që nuk do i binden atit. Do marrin, do hyjnë në përmale. Edhe njeriu më në majt mali, domethënë që s'ka lidhje fare, edhe atë do e përndjekë që ta bëjë që të jetë mas atij. Me satelite, ato do kalojnë torturat më mesjetare, më makabre ata atje. Ato do kenë ata që s'do pranojnë për shembull. Se do të kapi gjithë ato. Një pjesë e vogël të thash që nuk do t'i bindet. Ata do marrin, do ikin nëpër male. Edhe vetmja mërzitje që do kenë këta kjo pjesa e vogël do jetë që si nuk më besuan kur ja thash njerëzve të mi i lash pas, ata do të damkosen, do humbasin shpirtin. Vetëm kjo do i mërzisi këtë pjesën e vogël. Se kuptova. Këta që do marrin malet, po? Vetëm një mërzitje do kenë. Kur tikin, kur shkëputen nga masa, nga njerëzit e tyre, se do ja thonë njerëzit e tyre, është Antikrishti ai që ka thënë libri i zbulesës. Ju s'po na dëgjoni neve. Jo, se ky është njeri i mirë do thonë ata. Ku si Antikrisht, ky thotë është këto. Na mashtroi. Ka thënë fjalë të bukura ai. Është i drejtë, i sinqert, godet pa drejtësinë. Është Antikrishti se na janë dhënë përshkrimet prej vitesh, prej shekuj nga shëntorët, na ka thënë që do ketë këto përshkrimet. Edhe kur të marrin, mirë si doni do thonë këta kjo pakica. Ne do ikim, të shpëtojmë. Ju se kuptuat, ne e kuptuam, ne do marrin malet. Vetëm nga kjo do mërzitet këta që lanë pas ata të mashtrumit, njerëzit e tyre. Edhe aty pastaj do dërgoj këto dronet ai. Këto dronet e famshme. Ata që ikën. Po, ti gjen nëpër male kudo që të jenë, do dërgoj ushtrin ti kapin e nisin torturat pastaj. E mohon besimin tënd
Jo se mohoj. Kështu direkte? Po direkte. Ka sa do t'i thonë e mohon. Siç nisi në fillim të krishterimit, ashtu do përfundoj krishterimi. E mohon Zotin. E mohoj. Okej, vazhdo. Ha dhe jeto dhe ca vite dhe pastaj shkon ferr. E mohon Zotin, Krishtin. Jo se mohoj. Kaq mënyrë drejt për drejt do ta thon për shemb mohon Zotin apo do ta thon në formë tjetër? Jo, kështu më dha. Troç, tull fare. Tekstualisht po ta them. Aty pra ne po them, ata do janë shëntorë më të mëdhenj gjitha kohërave. Se ata që kanë kaluar më përpara kanë luftuar me mjetet e djallit. Me nej perandor, me nej ushtri kështu, I kanë njohur në këtë formë. Kurse këta njerëzit e fundit do deshën me vetë satanajin në burr. Që do jetë futur te ky njeri që do quhet antikrist. Pra ne do janë shëntorë më të mëdhenj ata. Ato kanë për të kaluar keq fare burr. Po do jena martirët më të mëdhenj që kanë ekzistuar ndonjëherë. Ata që do pohojnë deri në fund. Ato kanë për të kaluar kështu, që parasysh ato që shtrembrojnë ato llamarina që i zhdukin fare që kalon ajo që ajo. Alex, i tham luftën e tretë botërore, tham te 30 vjeçarin që do të ketë do të jetë një epokë që s'ka ndodhur ndonjëherë në historinë e njerëzimit. Tham edhe te 7 vjeçarin e këtij. Me gjitha këto ne po themi që botës i erdhi fundi fare. Do ndodhi domethënë mbyllja komplet domethënë. Dhe nga që askush nuk ka për të ndaluar dot atë Krishtin, prap do ndërhyjë Zoti. Po do ndërhyjë kështu, aty mbaron historia. Si është e ndërhyrë? Sapo të shfaqet ai do të shfaqet në qiell. Do shfaqet kështu në përmasa gjigante, kanë për ta pa gjithë njëkohësisht, pavarësisht se toka është sferike. Si ka këto probleme ai. Do shfaqet ai sapo të shfaqet, do shfaqet Zoti vetë? Po. Do vija është ardhja e dytë atit që të bëj. Ardhja e dytë është për gjykim, nuk është si era në parë me porulsi. Me porulsi erdhi dhe na mësoi në udhën e shpëtimit. Kurse herën e dytë do vi për gjykim. Mbaron historia, do bëhet inventari aty pastaj. Çka ka bërë secili, që nga Adami deri te fundit, si e kalove jetën ti. Tak, kështu. U binda, djathas, majtas, parajs, ferr, fund për gjithmonë. Domethënë sa të marrë ky mandati i dytë këto 7 vjetet, bëhet dita e gjykimit. Pra mbyllet. Mbaron historia. E sipas llogarive që kanë bërë tani se futet çika ashtu, kjo domethënë 2060 mbaron historia. Se lufta do bëhet tani. Do zgjasë 30 vjet, edhe 7 vjet, edhe 7 vjet llogarit tani. Ku dëgjon do jem 80 ca vjet, do të bëj sa do jem unë atëherë. Edhe ti bashkë, ti jesh më i vogël ti atëherë. Nëse do jemi gjithmonë, nëse di regjistojmë këtyre gjëra. Po kalum këtë dallgën e madhe, shansi më i madh që ta shohim. Po për shembull me këtë luftën që theti Konstantinopoje që të ndodhin gjithë botën. Ne kemi më afër. Ku do të shkojmë në vend ne domethënë që të strehohemi. Sa do doja ta dijë përgjigjen e kësaj. Na e thoni nëse kemi përgjigje se ku mund të strehohemi me këtë luftën e tretë që do të ndodhi. Ku mund të shkojmë që të strehohemi? Surrel. Më duk sikur më erdhi zë kështu. Janë male to burr sepse janë lart. Edhe flaka sado që të kaloj do shkoj deri te gjysma sa do rritet ajo vala e shpërthimit. Edhe Tirana ka shumë Surrel, ka bëu shtëpi. Bunker çka bëu. Edhe tani janë pak njerëz që kanë kuptuar se çfarë është kjo digitalizimi dhe kanë gjetur përzgjedhje malet. Prandaj janë kujdesur këtu që çdo vit të digin disa 700.000 hektar male kështu vazhdimisht. Se pengon satelitin ti pastaj. Pra do të ndodhi këto 37 vite në 2060 do të ndodhi që do të jetë fundi i botës fare domethënë. Rreth aty. Fundi si do ndodhi, fundi me fjalë të përgjithshme si të thjeshta për ta kuptuar gjithë, për ta përmbyllur gjithë këtë bisedë që unë them që kjo ka qenë nizi çik kështu me val të qeta, të lehta, por ka qenë bisedë që ka bërë përmbledhjen e çfarë do dëgjoj. Nuk e di, ai dakord me këtë gjë? Është me ditë ajo, ka ditë që s'punon fare, thotë, sot më dha, nuk e di, ishte me frymëzim sot. Ishte vrutshëm. Lau atë të javës që nuk ishim. Po, fiks ajo ishte, po. Ishte dopjo për qendrim. Kush do jetë si tani the? Pra do të jetë fundi, si do ndodhi ky fundi i botës? Ti e the tani me 2 fjalë, po në mënyrë që ta kuptojmë gjithë. Pra që të jetë dita e kiametit, që dita e gjykimit. Po, do çojnë çka kanë vdek nga Adami deri në atë moment. Do çojnë gjithë domethënë. Po, çan gjithë nëpër tokë të vdekur aty do ngjallen gjithë në sekond. Me një lëvizje do të çojnë gjithë në ajër. Tani po futemi te pjesa që s'ka për ta besuar njerëzit, ëh. Po meqense po mpyetëm të përgjigjem. Po të pyesëm. S'ka problem. Tani besoj se ato njerëz që po na ndjekin prej kohësh, është episodi 34 ky. Besoj se kanë arritur të kenë një gjuhë
me ne. Atë thash edhe në fillim të kësaj bisede kur bëra hapjen e këtij episodi. Kështu që për pjesa tjetër, ne kemi marrë parasysh edhe pjesë që për çdo gjë që na thon, dalim tek mesazhi që edhe pak më parë tek ata persona që do të gjiten maleve duke ftuar njerëzit e tyre që t'i thonë që hajdeni të shpëtoni, mos bëni këtë ç'a bëjnë ta. E vetmi adhimi që do kenë ata. Kjo është dhimbja e tyre, kështu që ato ndoshta i kanë gjykuar, i kanë paragjykuar, i kanë sharë, i kanë ofenduar, por ata do damkosen, po. Damkosen marrin vulën e tij, humbje shpirti i tyre. Prandaj them nëse doni na ndiqni, na komentoni, na vlerësoni apo ku dion ose bën edhe pyetje, kjo është ajo që është më për të vlerësuar se kjo tregon që ju keni nevojë për të mësuar, ashtu siç kam edhe unë nëpërmjet këtyre pyetjeve që bazike që i bëj edhe Aleksit. Ajo që të ndodhi në fund të mandatit dytë i Antikrishtit, ajo 3 vjeçari gjysmë i dytë, është ajo që morëm një shije neve nga plandemia edhe nga kjo që duam na bëjnë të shijojmë tani me digitalizimin. Aty do jetë arritur çdo gjë pastaj. Aty do ketë pushtet plot ai ta shkri komplet botën. Pastaj dita e gjykimit do jetë kështu që do të çojnë gjithë njerëzit në ajër. Do formohen sekond, heshtra do bashkohen, le të jenë bërë plur dhe hi. Do formohen sekond, pa skeleti. Do vishin damarat, nervat, lëkura, gjitha dhe pastaj do të çojnë në ajër. Sepse do e presin Zoti nga ajri do vi dhe njerëzit në ajër do e presin. Do jetë një rafsh pafund. Tumullas me njerëz pafund, nuk do ta shohësh dot fundin. Miliardat e miliardave të miliardave do jenë. Edhe aty do bëhet një ndarje. Aty do ndahet si qingjat nga kecat. Ata që ishin but nga ata që ishin tegër. Djathas, majtas. Do i flasi ca gjërave këtyre nga e djatha, do i thot ca gjëra këtyre nga e majta. Këtyre nga e djatha ejeni të bekuar te ati tim të trashëgoni mbretërinë që është ndërtuar për ju para se të themeloj bota. Sepse isha i smur edhe erdhët më vizitoni. Isha i zhveshur dhe më veshët. Isha i jetur dhe më dha të pi. Si isha i smur dhe në ç'kuptim? Këto janë fjalët që do thot Zoti në ditën e gjykimit. Si smur? Sepse të gjitha këto që ju nuk ja bërët, sepse të gjitha këto që ju ja bërët të tjerëve, nuk e keni bërë atyre, po ma keni bërë mua. Domethënë Zoti identifikon veten me çdo njeri nga ne. Çdo njeri, po. Nëse unë të kam ndihmuar ty, të pash ty të uritur dhe të dhash një sanduiç, një picë që të haje, nuk ta kam bërë ty, ja kam bërë Zotit, sepse zbatova porosinë e Atij të doni njëri tjetrin si veten tuaj. Po thua për ndoshta për mjekët ose për dikën që ka qenë i smur. Po nëse mjekët e bën se marrin rrogën e tyre, por neve si njerëz tregojmë dashuri ndaj njëri tjetrit. Okej. Ajo dashuri që tregova unë ty, realisht ja tregova dashurisë porosisë që Zoti la, që neve kemi dashuri për njëri tjetrin. Nuk e keni bërë atyre vetëm. Ti për serim, po, si vazhdon pastaj? Ata të mirë, sepse atë që i bët atyreve nuk e keni bërë atyreve, po ma keni bërë mua, tha. E merr personale Zotit të mirën që unë të bëj ty. Prandaj i thato atyreve. Edhe ti personale, ashtu e bën domethënë edhe. Po, kështu duhet nisemi. Do ta bëj. Po, duhet nisemi sepse ashtu do Zoti ta bëjmë, jo nga që ashtu ndihem unë më mirë me ndërgjegje që ta bëj. Du ta lidhësh me besimin këtë gjë që të ketë efekt. Do i kthehet pastaj atyre të majt, nga krau i majt. Këtyre nga krau i djathtë do i shohim me butësi, me paqe, me dashurinë më të madhe, do ketë një shikim kështu që të gjithë do më. Po gjithë do e shohin, ë? Gjithë do e shohin. Do i kthehet me një butësi kështu i përqafon me shikimin e tij, aq shumë dashuri do i shfaqë këtyre nga krau i djathtë. Pastaj masi të marrë me këtyre kraun e djathtë, do i kthehet te krau të majt. Aty pastaj do vrendet fare. Do e grosohet komplet aty. Aty do jetë komplet e kundërta e këtij shikimit djathtë. Ju tha, shporu në ju që më pat të varfër dhe nuk më dha të ha. Nuk më pat në burg dhe nuk më vizituat. Më pat të zhveshur dhe nuk më veshët. Po kur të pam ty në burg, kur të pam ty smur, kur të pam ty të zhveshur, vërtet po ju them, atë që nuk ja keni bërë atij tjetrit, nuk ma keni bërë as mua. Atë që i thot tyre nga e djatha, për nga e kundërta këtyre nga e majta. Shkoni në ferin që nuk shuhet, aty ku është Satanai, Antikrishti dhe pseudoprofeti i tij. Aty ku zjarri nuk shuhet. Këtyre do i thot, merrni futuni në mbretërinë e bekuar, aty ku s'ka mbarim lumturia e pafund. Këtyre do i thot, shkoni në torturën e pafundit. Se vendos pra Zoti që ta mbylli gjithë kapitullimin ose kapitullin e kësaj bote, kësaj jete. Tani po e lën të lirë, të bëjë secili atë që mendon për më të mirë. Tani këtë jetë që jemi ne këtu me të përzierë, të mirët me të këqinjt. Po. Kurse aty pastaj do bëhet ndarja. Flap. Po pse po e bën?
Po sa ashtu e kërkon drejtësia? Ti e meriton këtë pak që do t'jap tani. Jo për gjykimin. Pse po e bën prapë? Pse nuk e krijohet përjetshme, domethënë. Dalim pak e biseda që kemi bërë një bisedë vetëm për këtë. Po e përjetshme është kjo. Po përjetësim flitet. Jo, ajo po, ndarja aty po. Po. Po për këtë botë ku jemi ne tani. Kjo botë do rinovohet. Do rinovohet. Këtë deshe me thënë, edhe përjetshme është kjo, po nuk do jetë me këtë formën që njohim ne sot. Edhe nuk do kemi këto nevojat biologjike, nuk do ketë verë, dimër, këto katërstinët. Do jetë komplet e çliruar nga këto problemet që ne njohim. Vera na nxev edhe dimi na ftof. Kemi uri, kemi etje, kemi smundje, kemi sakatime. Do zhduken gjitha këto. Do bashkohet me qej të tjerë, se janë 9 qej. Kam thënë, ky që jemi neve qelli parë. Po. Ata të 8 të tjerë që janë mbi ne janë qej shpirtëror. Kjo që është botë materiale, universi që thonë shkenca, do bëhet si qej të tjerë dhe kjo. Edhe kjo. Po, do bëhet shpirtërore. Do jemi me trupat tanë. Siç e kemi trupin neve tani, me këto përmase do jemi prapë. Po kështu, ëh? Po fiks me këtë prerje që je tani ti. Nuk ka preferencë për shembull thosh ti ishe çik më gjatë, ishe çik më kështu. Si ti thuash ma bë çik kështu te kraun se do çik bë të fryrë? Po. Jo, aty do i kemi gjithë të përbashkëtën, do dukemi si me moshë, aty s'ka moshë. Po do dukemi sikur kemi moshë gjithë 33 vjeçare. Edhe sikur të kesh vdek 2 vjeç, edhe sikur të kesh 82 vjeç, do jesh 33. Gjithë. Po, siç ishte Adami në fillim. Ai në ato moshë u formu. Se dhe Krishtin 33 vjeç ishte atë, ai ishte Adami i dytë. Atë që prishi Adami e rregulloi Krishti. Atë që prishi Eva e rregulloi nëna e Krishtit. Që u bind plotësisht te Zoti. Do kemi gjatë papara të bukura. Edhe të hidhura do bëhet operacionin tani që do na dhembi, po do fitojmë shëndetin pastaj. Vërtet do na dhembi, se është i hidhur çdo operacion. Kur kurohesh. Ti si i shef gjithë ato që do ndodhen, Lex? Si ti shoh? I shoh përgatitja qoftë dhe mendore është gjysma e përgatitjes. Kjo do ndihmon shumë kur njerëzit i dinë këto gjëra, nuk do i bëj se shumë njerëz kanë për të vdekur nga frika kur të vinë këto ngjarjet. Nuk do ja perceptoj dot truri valla. Ç'është duke ndodhur më burr? Nuk do të përtypesh dot. Se ta kam thënë këtë pjesë. Është një pjesë e njerëzimit që do vdesë vetëm nga frika sapo të nisi kjo gjë. Nuk do e durojnë. Kjo do të kesh tërmet edhe gjona. Hapet toka. Ço do kalojmë neve. Lufta e parë ishte për pendim. Hongëm një shpull. Wow. Lufta e dytë ishte për pendim. Hongëm një shpull nga krau tjetër. Wow. Nuk zumënd. Te kjo e treta e, kjo e teta do na zhysi komplet. Da, unë tok, gjynjëzim. Kjo nuk do jetë për pendim, kjo do jetë për spastrim. Dikur u spastrohet me ujë, kësaj radhe do spastrohet me zjarr, me të kundërtën. Pra, vritet Erdoani, nis lufta e tretë botërore dhe mbyllet çdo kapitull me fundin e botës. Jo, mbyllet çdo kapitull me në 2060. Apo ajo Erdogani do vdesë tani alla. Atëherë nis lufta e tretë. Po pra, mbaroi lufta e tretë? Pra direkt sa vrasin Erdoganin, pun muesh, pun ditësh apo pun muesh apo? Pun muesh direkt lufta e tretë. Po. Konstantinopojën do e pushtoj Rusia, do e mbaj 6 muaj. Do ta mbaj, ë? Po. Do ta mbaj 6 muaj. E than aty ku lexova unë thash ai sa zjat rritja e lakrave, ato lakravet. Po e lidhi kështu ky Shëmpajisi. Sepse është ai zjasin për të pjekur një lakër 6 muaj. E tha në mënyrë simbolike, po e kuptuam që ishte 6 muaj. E do vinë këta pastaj. Po pra, këtë po them, do vitet Erdoani. Nga vrasja e Erdoganit do të nisi lufta e tretë botërore. Po. Pastaj do të jetë fundi i botës në 2060. Jo, po ti ka përceve. Po mirë, jo, këto i ka përceve këto si temë, 3 tema kyçe. Ka përceva 30 vjeçarin dhe 7 vjeçarin. Shumë shpejt. Erdogani kaput. Bashk me goditjen e centralit bërthamor që do i bi Izraeli, këto të dyja shkojnë bashk. Pun muajsh nis lufta e tretë. Lufta e tretë do zjasi dhe ajo pun muajsh. Imagjino sa njerëz ka që luten tani thonë inshallah vdes pa i pa gjithë këto. Po. Duhet ta përfundoj. Maron lufta e tretë periudha 30 vjeçare, 30-35, ndiku aty. Aty vjen Antikrishti, 7 vjet. Maron 7 vjetët gjykimi, najër, djathtas, majtas, ata në lumturi pafund, këta tortur pafund. Do thosh në laf mirë për mua? Kujt? Zotit, për ty. Ti them për ty.
uroj që të vinë në jetën tënde dhe të njohi dhe që edhe ti të adhurosh siç e adhurojmë dhe ne. Që të shpotosh edhe tjella. Ju përshëndes, uroj që t'jeni mirë. Faleminderit shumë që na ndoqët. Alex, shumë faleminderit për gjithë këtë bisedë. Kjo ka qenë maraton, tamam ajo se s'ka kështu paktën e gjykoj unë. Se s'ka kanë kërku gjithmonë ose her pas here ata që na kanë ndjek, që na ndjekin, që thonë ore bëni një maraton me Alex. Nuk e di sa minuta ka shku se humba fare të fillin. Sensin e kohës komplet domethënë. Dhe kam përshtypjen që këtu i kena përmbledhur të gjitha. E nisëm shumë thjesht, po kena bëjë gjithë përmbledhjen e se po thoj çpari, po diskutoj çfarë do themi, çfarë do trajtojmë. Apo lare kështu natyrshëm se dalin vetë, se bën pyetje të lezetshme ti dhe ecën vetë biseda pastaj këndshëm. E kape. Alex, falenderoj. Falenderoj edhe unë gjithashtu. Kjo është edhe për të larë ato mendimet e këqija që mund kemi për njëri tjetrin. Që ju mendoni, ku ma ço Alexi, thonë, kërkojnë llogari njerëz, ku ma ke ço Alexi. Po merak sa. Ju falenderoj për zemërsinë që keni. Po nuk e di pse mendojnë, thënë sikur bëj unë diçka, domethënë, nuk e di pse. Po kanë merak alla, se jetojmë botë gjarprinsh, aty thonë mos ka korruptuar njëri ty dhe ndrorzove ti budën tutën. Ajo mund vijë edhe një moment që ndoshta edhe ne mund shkëputemi, mund të zaurohemi, s'kemi edhe çfarë themi më, ose edhe unë mbaj një rrugë tjetër, Alexi më rrugë tjetër, mund na kuptoni dhe ne për të pjesë që edhe ne kemi jetët e tona, kupton? Tani pra mund të ketë edhe një shkëputje. Por ajo mënyrë si drejtori që thonë ku e ke çuar Alexin është çik dyshimi direkt, s'ka që themi këtu dyshoni. Dyshoni, po gjithsesi është për të vlerësuar mënyra që se si interesoni për Alexin dhe unë realisht e vlerësoj shumë. Ju përshëndes dhe t'jeni mirë, kudo që t'jeni dhe kudo që t'jeni dhe me këdo që jeni. Kjo është e rëndësishme. Dhe të bashkuar, mos harroni këtë. Mirupafshim gjithë.